Përshëndetje të nderuar të shikues, mirë se erdhët në jashtë kontrollit. Jemi sërish së bashku si çdo të hënë të martënit dhe të premte ku fokus kemi aktualitetin politik në Shqipëri, Kosovë, rajon dhe gjeopolitik. Të premteve kam gjithmonë të ftuar mikun e emisionit Dritan Goxha. Dritan, kënaqësi që të kam. Faleminderit për ftesën, sërish. Dritan, pavarësisht se lufta SBA-Iran ka dominuar të paktën prej 3 muajve, sot do ta nisim me situatën midis Rusisë dhe Ukrainës, sepse dronët Ukrainës janë kthyer vërtet në shqetësim për kryeqytetin rus, aq sa ka padur komentatorë ndryshëm që kanë folur për gati sa nuk e konsideronin atë Moskën që është e rrethuar nga flakët. Si është e vërteta e asaj që po ndodh me dronët Ukrainës, pastaj dalim tek si do t'i kundërpërgjigjet Rusia? Të kemi gjë parasysh. Goditja me dron, pra nuk është hera e parë që Ukraina godet me dron, edhe këtë radhë ka përdorur diku rreth 550 dron të llojeve të tipeve të ndryshme. Pra fakti që ka përdorur 550 dron të llojeve të ndryshme, pra jo numri, po llojshmëria e dronëve, tregon që është dashur të grumbullojë një sasi të caktuar dronësh, pra nuk ka kapacitete të bëjë goditje të tilla në mënyrë të vazhdueshme. Pra nuk përdoret vetëm një lloj droni, pra që ti ke prodhuar një sasi dron dhe e ke në mënyrë të vazhdueshme. Pra fakti që ke grumbulluar 20-30 lloje dronësh për të bërë një sulm të tillë, domethënë ti ke skelën magazin që ke në vendin tënd pa gjetur dron, edhe që ti grumbullosh dhe përdorosh vetëm për këtë aksion. Pra kjo e para përcakton që nuk kemi të bëjmë me një aksion që i cili do të jetë në vazhdueshmëri, pra mund ndodhi sot, mund ndodhi dje, mund ndodhi pas nesër, tjetër pas nesër, pra nuk ekziston në këtë mënyrë. Është nga sulmet më të mëdha, Dritan. Jemi te ato sulmet që shiko çdo vit Ukraina ka bërë nga sulm të tillë sa herë ka pasur nevojë për PR, pra për public relation, për çështje publike. Edhe këtë radhë ky sulm u bë po për një të gjë. Edhe vjet ka bërë një sulm të tillë, edhe para vjet, pra çdo vit ka bërë sulme të tilla sa herë që në rast se shihni sa herë që Zelenski ka marrë pjesë në mbledhje të mëdha, pra siç është kjo e G7-s që është zhvilluar. Po, që ishte automatikisht priten sulme tilla, pra nuk është e papritshme sepse Ukraina duhet të tregojë vendeve të G7-s dhe vendeve të Bashkimit Evropian dhe vendeve të tjera që ne po rezistojmë, ne kemi kapacitete në mënyrë që të rritet financimi, në mënyrë që të rritet mbështetja, sepse shumë vende tërhiqen, shumë vende nuk pranojnë të japin mbështetje, pra mbështetja atyre është e vogël, pra ndodh kjo gjë. Për këtë arsye dhe është bërë ky sulm. Gjithsesi pjesa më e madhe e dronëve janë asgjësuar. Moska është një nga vendet më të mbrojtura në aspektin e mbrojtjes kundërajrore, është e bërë me 3 rrath mbrojtja kundërajrore, me 3 nivele, me 3 rrath të ndryshme. Jo të gjithë dronët kanë qenë për Moskë, pra janë 550 dronë, 555 dronë realisht kanë qenë deklaruar dhe jo të gjithë dronët kanë qenë në Moskë, pra kanë qenë 555 dronë të lëshuar edhe në zonat të tjera të Rusisë, po rreth 200 prej tyre janë lëshuar në drejtim Moskës. Nga këto, vetëm një sasi, vetëm diku rreth 3 deri nga 200 dronë, vetëm 4%, 5% prej tyre kanë arritur të deportojnë në hapësirën ajrore të qytetit Moskës. Normalisht që mund të deportojnë, për këtë arsye është përdorur një numër i madh. Pra nuk është deportimi i tyre nuk ka ardhur për shkak të aftësisë, por ka ardhur për shkak të mbingarkesës. Pra ajo që kemi shpjeguar gjithnjë, pra ti lëshon një sasi të madhe dhe e mbingarkon mbrojtjen kundërajrore. Dhe në moment që e mbingarkon, në një moment caktuar krijohet një hapësirë dhe 1 ose 2 dronë hyjnë. Plus që të gjithë dronët që përdoren në drejtim të Moskës, duke qenë se kemi të bëjmë me një distancë shumë të madhe, dronët e përdorur janë përdorur të gjithë nëpërmjet satelitëve dhe nëpërmjet dronët e rrëzuar të kapur është parë që janë përdorur nëpërmjet programit të kompanisë Palantir. Pra kompania Palantir edhe ajo është pjesë e këtij programi të përdorimit të dronëve, ku nëpërmjet inteligjencës artificiale droni mund të ndryshojë drejtimin gjatë fluturimit në aspektin që identifikon një pra droni lëshohet me val. Dhe kemi 2 dronë, pra vala e parë, vala e dytë e dronëve, sepse kështu funksionon. Droni mbrapa ka inteligjencë artificiale, droni tjetër i treti edhe ai ka inteligjencë artificiale. Droni i parë nuk ka inteligjencë artificiale. Pra droni i parë lëshohet me një koordinatë saktuar dhe shkon në momentin që goditet nga mbrojtja kundërajrore. Atëherë droni i parë dhe droni i dytë dhe droni i tretë me anë të inteligjencës artificiale kapin se nga vjen goditja e mbrojtjes kundërajrore dhe shmangin mbrojtjen kundërajrore. Pra ndryshojnë drejtimin për këtë punë. Pra për këtë arsye është përdorur dhe kjo është një teknologji që përdor kompania Palantir. Ajo e cila është përdorur edhe për të goditur njerëzit në Gaza, pra për genocidin që ka bërë Izraeli në Gaza. Është e njëjta kompani amerikane që po përdoret në të dyja rastet. Dhe
Pavarësisht kësaj, si thash, numri është i pakët. Pjesa më e madhe e dëmeve, dhe ato dëme që dhe shihni në televizor, pra në këto rafinerit, pjesa më e madhe rafinerit nuk janë goditur nga dronet, po janë goditur, pra nuk ka goditur direkt rafinerin, por droni ka qelluar që është asgjësuar mbi ose në afërsitë e rafinerisë dhe pjesë të dronit ose pjesë të raketave që janë lëshuar kundërajrore për të rrëtuar dron të kanë rënë mbi biles. Një raketë kundërajrore e Rusisë nuk ka funksionuar dhe ajo është që ka goditur edhe një depo nafte në këtë depo më të madhe. Atje është goditur nga raketa ruse dhe jo nga droni, pra e cila nuk ka funksionuar të rafinerin. Pra raketa është lëshuar, ka humbur drejtimin, nuk ka funksionuar për arsye të ndryshme dhe ka rënë mbi duke goditur direkt rafinerin, pra nuk e ka goditur droni. Kjo ka ndodhur. Dritan, nga kanë ardhur dronët si rrugë, vazhdojnë vinë, regjia duhet ta kemë një hartë aty. Në drejtim të Moskës, dronët janë lëshuar direkt nga zona e Kharkivit, pra janë lëshuar nga zona e Kharkivit edhe përtej Sumit, pra kryesisht nga zona e midis Kharkivit dhe Kievit. Kjo është sepse është rruga më e shkurtër për të bajtur. 550 km. Jo, është tjetër regjia. S'ka gjë edhe kjo, pra lëshuar në këtë zonë, pra. Jo, këtu jemi te goditjet. S'ka rëndësi edhe kjo. Okej, mjafton kjo, po ashtu është dronët janë lëshuar nga kjo zonë. Dhe Moska është këtej, pra është lëshuar në këtë aspektin kanë vajtur sepse është distanca më e shkurtër. E qartë. Pra është bërë thjesht mbi ngarkesë e dronëve. Dhe në këtë zonë janë lëshuar, pra kur janë lëshuar 550 dhe 550 rrezi atyre ka qenë me 60 gradë. Pra janë lëshuar kështu për të ngarkuar gjithë mbrojtjen kundërajrore që ekziston në kufit, sepse këto që shihni ky është kufiri i Rusisë tu, këto territoret e blu dhe këto territoret e kuqe, gjithë ato janë territore të Ukrainës, por ku ndodhen aktualisht të kuqet janë të pushtuara nga Rusia. Kjo është pak a shumë ajo si hartë. Okej, të kuqet që thamë ishin territore që ndodhen nën pushtimin e Rusisë, ato blut janë territore të cilat janë po forca ruse në territorin e Ukrainës, të cilat pra është e gjitha është brenda, çfarë janë me ngjyra janë brenda territorit të Ukrainës. E qartë. Pjesa tjetër pra është kufiri dhe gjithë kjo pjesë e kufirit është zonë me artilleri, pra me mbrojtje kundërajrore, e cila është me disa shtresa. Po, rrjeta që pengon dronët për shkuar në Moskë. Është vendosur që të lëshohen nga këtu diku të rreth, pra është nga kufiri 450 km, kurse nga Kievi është 600 km, pra duhet ta përcatojmë është. Nga kufiri është 450, po. Pjesa e kufirit, kjo pjesa këtu diku të rreth 30 km nga kufiri, gjithë ky brezi është nën kontrollin e ushtrisë ruse, pra nuk ka mundur të nisen nga aty. Pra normalisht që dronët janë nisur shumë më thellë nga këtu. Pra do shkoshin 150 km më thellë në mënyrë që të mos diktoheshin vendin e lëshuar. Pra për arsye të kamuflimit. Dhe për këtë arsye ka shkuar diku rreth 600 km. Në momentin që droni do udhëtoj 600 km, automatikisht çdo dron që kalon 150-200 km duhet patjetër të navigojë nëpërmjet satelitit. Dhe ka funksionuar nëpërmjet satelitëve të Elon Muskut. Starlinku? Nëpërmjet Starlinkut. Pavarësisht se rusët aktualisht në disa vende kanë filluar luftën elektronike për goditjen e Starlinkut, aktualisht po ngrenë një rrjet të tyre për bllokimin e Starlinkut. Ka filluar të funksionojë vende, por besojmë rusët kanë deklaruar që nga vjeshta aktiviti, duke qenë se do lëshojnë edhe një sasi satelitësh të tjerë që bëjnë luftë elektronike dhe do të bllokojnë valët kanë lëshuar disa dhe ata disa arrin të bllokojnë valët e Starlinkut, pra në pjesë e luftës elektronike, por kjo do të vi duke u rritur. Gjithashtu do kemi që parasysh çfarë do lloj sulmi i tillë. Është sulm një herësh, një përdorimsh. Pra, e mbani mend kur ndodhi sulmi mbi avionët bombardues strategjik, pra ajo që quhet Spider Web, pra rrjetha merimangës e dron. Ato janë sulme, edhe kjo është njësoj si puna e atij sulmit, janë një përdorimshe, për arsye se lufta është aq aktive këtu, aq dinamike sa ti një aksion e përdor vetëm një herë dhe herën e dytë nuk ke shans ta përdorësh për arsye se armiku në të dy anët, pra qoftë organizat i merr masat. Edhe kjo që ka ndodhur, ndodh vetëm një herë, herën e dytë nuk ka mundësi të ndodhi. Prandaj janë aksione, prandaj grumbullohet një sasi e madhe dronësh për të bërë një aksion të tillë, ti nuk e bën dot në ditë rresht. Pra që ta vazhdosh, e bën dia, ta bëjnë sot, ta bëjnë pas nesër. Nuk është se gjen një çarje dhe ti vetëm këtë dhe edhe kjo i bëhet prita kësaj, pra zhvillimet dinamike të luftës dhe të mbrojtjes kundërajrore dhe të aktivitetit kundërajror janë shumë dinamike dhe aktualisht është e pamundur që ta bësh për herë të dytë. Dhe normalisht që rusët kanë për momentin mbrojtjen kundërajrore më të mirë që ekziston në këtë aspekt. Dhe Moska është zona më e mbrojtur. Nuk konsiderohet dështim për Rusinë kjo? Jo, nuk konsiderohet asnjë lloj dështimi për arsye se nuk është dështim, sepse siç e thash, nga 200 dronë vetëm 5% e tyre kanë arritur të hynë në territorin dhe kjo është shkak i mbi ngarkesës. Pra do të thotë që nesër do të merret masa që të tekalohet, pra jo të mbulohet ky 5%, po të mbulohet një 50% më shumë. Pra dhe ajo pastaj e mbulon komplet. Pra në rast se sot është me 3 shtresa, nesër do ta bëjnë me 4, do shohin nga ku ka qenë hapësira sepse
Haradari i kap të gjitha, pra sot marrin dhe analizojnë. Okej, si ka lëvizur në mjet inteligjencë artificiale, ku ka ikur, ku e ka gjetur, pra. Sepse ti ke pasur një bateri sekundare këtu, një bateri këtu, atëherë ka mundur të gjej një çare këtu. Atëherë do vendosë një bateri tjetër këtu ose një bateri tjetër këtu, pra. Bëhet analizë thua se ku. A me njëherë ka filluar në analiza, ti jeni të bindur që grupet analizës nuk i përkasin grupeve të luftës. Pra grupet analizës të punë kanë bërë, vazhdojnë të bëjnë, edhe do të merren masa. Kjo ka ndodhur në të dyja vendet, pra edhe në Ukrainë, edhe në Rusi, për shkak të dinamikës të madhe të luftës. Ti çdo lloj veprimi taktik, sepse edhe ky është një veprim taktik, një operacion taktik, çdo veprimi taktik i detyron palët që të marrin masa për të mbrojtur nga veprimi që ka bërë armiku. Unë prandaj kam përsëritur dhe përsëris, aktualisht të vetmet ushtri të afta të bëjnë luftë moderne sot për sot në të gjithë globin, janë vetëm ushtria e Ukrainës dhe ushtria ruse, asnjë ushtri tjetër e botës, përfshi gjithë NATO-n së bashku, gjithë Amerikën, as Izraeli, siç po shihni Izraeli po dështon në luftën moderne me Hezbollahun. Imagjinoni me një shtet se si do dështonte, me Hezbollahun që është një organizat, nuk është shtet. Është organizat, nuk është shtet. Pra asnjë ushtri e botës sot, të gjithë ata që mburen, me gjithë NATO-n, që NATO nuk ekziston, s'është asgjë sot, është zero në krahasim me NATO-n që ka qenë kur doli nga lufta e ftohtë, sot NATO e sotme, ta krahasosh NATO-n e sotme me NATO-n e luftës së ftohtë, është njësoj si të krahasosh ushtrinë e sotme shqiptare me ushtrinë që kishim para vitit 90. Në këtë drejtë është. Sot nuk ka asnjë ushtri tjetër kapacitetet të luftojë siç lufton Ukraina dhe Rusia në këtë luftë moderne. Është e pamundur. Nuk i ka asnjë nga këto kapacitete. Dritan, ndërkohë ka patur nga Duma ruse, ka patur, paktën me të shlexova, ka patur një kërkesë ndaj Putinit që të ketë një kundërpërgjigje masive, e konfirmuar kjo më pas nga Lavrov, i cili duhet ta kemi edhe një foto aty, i cili thotë që do të bëjmë goditje masive mbi baza të rregullta, mbi objektiva që drejt për drejt ndikojnë tek gatishmëria për luftë e forcave të armatosura. Shiko, kjo nuk është ndonjë gjë. Nëse mbani mend, para një muaji e gjysmë, Rusia vendosi që të vazhdojë goditjet e rregullta masive kundër Ukrainës. Po. Para 3 ditësh ka ndodhur një goditje e tillë masive mbi objektivat ukrainase. Pra në masivitet. Po, para 3 ditësh. Zelenski tha edhe mbi një manastir dhe këtë sulmin me 550 drone konsideroi si hakmarrje. Manastiri përket, pra manastiri i cili është goditur, kemi një parasysh, nuk është goditur nga dronët dhe nga raketat ruse, manastiri është manastir rus në Ukrainë, që i përket ortodoksisë ruse dhe jo ortodoksisë ukrainase. Pra do të kemi manastiri që është goditur. Po manastiri nuk është goditur, por edhe manastir ka rënë një mbetje e raketave që ka ose raketave kundërajrore ose raketave të tjera ruse të cilat shkëputen dhe ka rënë. Pra nuk ka goditje direkte. Kjo ka ndodhur. Pra Dritan para 3 ditëve para 3 ditëve rusët e kanë bërë një goditjen e radhës, goditjen masive të radhës që kanë nisur që para një muaji t'i bëjnë. Pra pothuajse çdo 2-3 ditë, çdo 4 ditë rusët bëjnë goditje masive. Para 3 ditësh ka qenë kjo, 2 ditë më mbrapa ka ardhur kjo e Ukrainës, pra nuk kanë të bëjnë gjë. Kërkesat e Dumës ruse janë kërkesa politike që politikanët i bëjnë më shumë për PR-in e tyre të brendshëm se sa për diçka tjetër, se sa kanë ndikim në aspektin e asaj çfarë ka vendosur ushtria ruse dhe shtabi i përgjithshëm i ushtrisë ruse. Është politik, qendrim politik më shumë se sa qendrim politik dhe para ndonjë. Jo, nuk paralajmërojnë asgjë, nuk do të ndryshojnë ndonjë gjë në goditjen, pra goditjet do të vazhdojnë të jenë të njëjta siç kanë qenë edhe nga ana e Rusisë. Ku se këtu Dritan po thotë që ndikojnë tek gatishmëria për luftë e forcave të armatosura ukrainase. Deri më sot nuk ka pasur, pra para një muaji goditjet kanë qenë jo në mënyrë sistematike masive. Pra ka pasur goditje masive, po vetëm si kundërpërgjigje nga ana e Rusisë. Ndërsa tashmë kur ti e bën goditjen masive në mënyrë sistematike, pra qoftë edhe një herë në javë ta bësh të goditje, ti normalisht që i godet kapacitetet luftarake të kundërshtare që ke goditur. Dhe nuk i lë ato që të ringrihen, kurse kur i godet për shembull ta zëm, në këtë rast goditi Ukraina dhe tashmë kundërpërgjigjet Rusia, tash ti pret deri kur të godasë sërish Ukraina pas 6 muajsh, për 6 muaj i ka ngritur kapacitetet e veta pas goditjes tënde. Nësa kur ti e bën për çdo javë goditjen tënde, aq më tepër kur e bën një herë në 2-3 ditë, një herë në 4 ditë, po sikur ta bësh një herë në javë të goditje masive, domethënë që ti nuk i jep mundësi atij të ringrej kapacitetet. Pra e ka shumë të vështirë të ringrej kapacitetet dhe e bllokon totalisht. Dhe kjo shkon pastaj në ato që quhet degradimi totalisht i forcës ushtarake dhe zhbërja e saj. Pra
Pjesë e kësaj është ajo që njihet si demilitarizim. Pra demilitarizimi jo në konceptin që ti dorëzon armën, por demilitarizimin në mundësinë që ty të heq mundësinë që të funksionosh si një ushtri kompakte. Dhe normalisht për të arritur këtë objektiv Dritan, cilat goditen zakonisht? Po aktualisht do të goditen të gjitha vendkomandat, pra jo të nivelit të lartë, po vendkomandat e nivelit të ulët, pra deri në nivel armate. Goditen këto vendkomanda, nuk goditet shtabi i përgjithshëm, do të lejohet goditja e shtabit i përgjithshëm. Nuk goditet? Jo, shtabi i përgjithshëm nuk do të goditet, nuk besoj që do të goditen vetëm komandat rajonale, komandat e brigadave, komandat e batalioneve, vendgrumbullimet e batalioneve, vendgrumbullimet e brigadave, vendgrumbullimet e divizioneve dhe komandat e divizioneve. Dhe fabrikat e dronëve, të gjitha vendet ku prodhohen dronë aktualisht to janë të kamufluara në Ukrainë, pra aty ku munden të identifikojnë, do t'i godasin këto fabrikat e dronëve, pavarësisht se pjesa më e madhe e dronëve që përdoren sot në Ukrainë, po prodhohen në Evropë dhe nuk po prodhohen në Ukrainë. Pra një sasi e vogël. Në Ukrainë vetëm montohen, prodhimi bëhet në Evropë, montimi bëhet në Ukrainë. Sidomos e dronëve të mëdhej. Pra dronët e vegjël vijnë montuar, kurse dronët e mëdhej, të cilët janë dronë të mëdhej, ata montohen në Ukrainë. Për shembull, këta dronët që janë përdorur edhe një lloj droni që prodhon Shtetet Bashkuara të Amerikës, që e ka kopjuar nga Shahid 136. Nga dronët Shahid? Po, amerikanët kanë kopjuar dhe prodhon një dron të tyre. Është origjinal Shahidi, pra e kanë kopjuar. Edhe ata dron kanë ardhur nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, ka filluar prodhimi i tyre vjet. Por nuk mund ta vërtetosh që janë përdorur në këtë sulm, pra janë dhuruar vjet apo janë dhuruar si vjet. Po janë përdorur edhe disa dronë Shahid të tillë. Pra, unë them Shahid sepse i ngjajnë është kopje e Shahidëve, po është prodhim amerikan dhe montimi i tyre është bërë sepse janë të mëdhej dhe montimi i tyre bëhet në Ukrainë. Pra, ky është diferenca me disa dhe duhet gjetur pra rusët nëpërmjet zbulimit tyre mundohen të gjejnë vendin ku montohen dronët. Pra dronët e mëdhej. Jo ku prodhohen. Prodhimi është gjithnjë në Pasi identifikojnë vendin, Pasi identifikojnë vendin, pastaj marrin masat e tyre dhe godasin. Pra kjo ka qenë gjë dhe kjo do të vazhdojë të jetë goditja e tyre derisa ta degradojnë edhe zinxhirin komandues edhe hierarkinë komanduese. Pra të gjitha në aspektin e frontit, në aspektin e logjistikës, në aspektin e përgatitjes. Dritan, ndërkohë bën përshtypje edhe një temë e cila ka lindur së fundmi. Zelenski pretendon që po tentohet ka rënë mbetje raketash mbase pranë Çernobilit. Nga ana tjetër Rusia thotë që në Zaporizhje Ukraina po tenton që ja ku jemi edhe te kjo. Paka shumë çka pretenduar Zelenski, ndërkohë Rusia pretendon nga ana tjetër që Ukraina po sulmon edhe shkencëtarët e centralit bërthamor të Zaporizhjes. Si është e vërteta e kësaj, sepse pash një nga çështjet më të diskutuara. Në zonën e Çernobilit nuk ka veprimtari luftarake. Ajo është mbi Çernobili ndodhet mbi Ukrainë në kufi me Bielorusinë. Po, sot rusët sërish goditën... Po të shohim pak atë hartën, pra. Po, atë hartën regjia, hartën e Ukrainës. Pra, shikoni. Çernobili ndodhet diku këtu. Është diku të 30 kilometra nga kufiri me Bielorusinë. Pra është këtu Çernobili. E qartë. Në këtë zonë nuk ka veprime luftarake. Nuk ka veprime luftarake. Ka veprime luftarake. Dhe të gjitha veprimet luftarake që kryen Rusia ndaj Ukrainës vinë nga territori rus dhe jo nga territori bielorus. Pra nuk lëshohet asgjë nga territori bielorus. Prandaj në rast se ky dron që është ka dy mundësi, ose pra duke qenë se thotë Shahid, pra ose droni po përdoret si false flag operation nga ana e Ukrainës, pra sepse ka dron Shahid, themi Shahid pra këta janë dronët të Rusja, kopjuar nga Shahidi, që janë rrëzuar se janë lëshuar me mijëra dron, me 10 mijëra dron në këto 4 vite, që është rrëzuar dhe më pas është përdorur nga ukrainasit për të treguar që pra si false flag operation se vetëm një dron. E qartë. Vetëm një dron. Dhe do të kemi që ti kur përdor dhe një dron, pra ti nuk je duke bërë luftë me një organizat terroriste, ti duke bërë luftë me një shtet, shteti të lëshon me qindra, me mijëra dron, siç lëshon Ukraina, si lëshon edhe Rusia, me val. Pra ose është false flag operation, ose një dron mund të ketë ikur, pra është lëshuar një dron dhe një dron, siç ka ndodhur edhe ka pasur raste të tjera që droni ka humbur orientimin, dhe ka shkuar. Ka humbur orientimin nga komanda nga shka dhe droni mund të ketë vajtë dhe mund të ketë rënd, sepse është vetëm një dron, pra nuk ka nuk ka sasi. Por do kemi parasysh që në këtë zonë këtu nuk ka luftari luftarake. Kështu që fare, nuk ndodh. Pra gjitha vjen nga këtej.
Pra imagjinoni, nga këtu deri këtu është diku rreth 1200 kilometra larg. Kështu që dakor. Kështu që nuk ka shumë. Për sa i përket Zaporizhës, po në Zaporizhë edhe ukrainësit kanë sulmuar dhe po mundohen të sulmojnë punojësit e centralit bërthamor. Është e vërtet. Po, është e vërtet. Jo vetëm shkencëtarët, po edhe punojësit. Dhe ajo çka është interesante se pjesa më e madhe e punojësve në Zaporizhës janë shtetas Ukrainas. Sepse Zaporizhja ka edhe rus, janë shtetas Ukrainas, po në origjinë ruse. Shumica shtetas Ukrainas, pra është duke aktualisht po godet shtetasit e saj. Dhe kjo sjell një dëm. Në dëmi sepse Zaporizhja është centrali më i madh bërthamor që ekziston në gjithë Evropën. Përfshihet gjithë Evropën. Më i madhi bërthamor në gjithë Evropën. Që ekziston në gjithë Evropën, pra komplet. Dhe në rast se ti fillon edhe godet punojësit, dhe punojësit atje nuk janë si punojësit që këtu mund dalësh aty te tregu i gjës gjallë, edhe thua hajde se kush dit hapi dhe mbylli. Janë ekspert specializuar. Hajde kush dit hapi dhe mbylli dryna. Pra janë specialist. Ti për çdo punojës më i thjesht aty është një specialist. Edhe roja e kësaj është një specialist sepse ke të bësh me materiale nukleare, pra kemi gjë. Dhe në momentin që ti e degradon këtë sasi punojësish, atëherë do të thotë që ky centrali rrezikon që të mos funksionojë në rregull dhe mos funksionimi i centralit se do sjellë ose do të sjellë mbylljen e centralit, por do kemi gjë parasysh që ky central nuk mban me energji elektrike Rusin. Pavarësisht se Rusia e ka lidhur centralin me rrjetin elektrik të saj. Por ama nga ky central merr edhe Ukraina energji elektrike. Nuk është ndërprer. Edhe vet Ukraina. Pra në momentin që ky numër punojësh nuk do garantohen, një pjesë nuk do paraqitet nesër për shkak se po goditen me dron tek pra kur vinë punë, atëherë centrali mund të mbyllet. Ose mund të dëmtohet centrali sepse mungon një punojës që duhet të mbaj punën siç duhet dhe centrali bërthamor mund të kalojë në probleme teknike të tjera, të cilat mund të shkaktojnë dhe çfarë do lloj dëmi që të shkaktojë centrali. Çfarë do lloj dëmi që të vinë, në rast se dëmi do të jetë teknik. Do ta pësojë Ukraina dhe gjithë pjesa tjetër e Evropës. Nuk e pëson Rusia, do të kemi gjë të qartë. Pra, do ta pësojnë këta që jetojnë në këtë pjesën këtu, që i ka marrë Rusia, po që në një aspekt janë shtetas rus, por kjo do të thotë që janë shtetas Ukrainas, pra në momentin që ti i bën dëm kësaj, do të thotë që ti me mentalitetin tënd ke hequr dorë nga ky territor. Pra ti këtë territor pavarësisht se thua unë do ta marr, e ke konsideruar rus në këtë moment, sepse po mundohesh të bësh dëme ekonomike dhe teknike në ato objekte të cilat janë jashtë kontrollit tënd. Pra ti tashmë e ke konsideruar Zaporizhën një central që i përket Rusisë. Dhe domethënë që ky territori ti e ke pranuar faktikisht që territori i përket Rusisë. Vetëm juridikisht vetë ta pranosh në momentin që reagon në këtë mënyrë. Pra, veprimi ka disa dëme, edhe politike, edhe teknike, edhe ekonomike, po edhe njerëzore, edhe për aspektin e Ukrainës dhe të Evropës në rast se do të dëmtohet ky central. Është centrali më i madh bërthamor që ekziston sot për sot në gjithë Evropën. E pash si lajme edhe prandaj mendova thash ta diskutojmë se ishte shumë interesant. Drejtan, shkojmë pak tani te SBA. Iran duket se Vance nuk do të thojë për Zvicër, kjo e konfirmuar, ku parajmërohej të paktën që sot në datë 19 do kishte një firmosje të atij memorandumit. Si e vlerëson këtë? Memorandumi është firmosur nga dy presidentët, pra elektronikisht. Memorandumi është firmosur edhe nga presidenti Trump edhe nga presidenti Pezeshkian. Dhe është një diçka interesante, vjen te ajo që historia përsëritet thot, por në një stad më të zhvilluar. Dhe sërish historia u përsërit në një stad më të zhvilluar për arsye se ky nënshkrim që bëri presidenti Trump e bëri në Versailles. Dhe në Versailles e bëri në pallatin mbretëror, që ka qenë dikur pallati mbretëror, në atë që quhet salla e pasqyrave. Në të njëjtën sallë, në të njëjtin pallat, në të njëjtin vend, në Versailles, në 17 qershor të vitit 1919 është nënshkruar Traktati i Versailles, i cili solli fundin e disa perandërive, e perandërisë ruse, perandërisë austro-hungareze, perandërisë osmane dhe perandërisë gjermane. E qartë. Pra shihni analogjinë që pra edhe perandëria amerikane sot nënshkroi në të njëjtën sallë, në të njëjtin vend i traktat kapitullimi. Si të perandorive tjera. Është traktat kapitullimi, absolutisht traktat kapitullimi i nënshkruar. Kjo. Dhe fakti që e kanë kuptuar që është traktat kapitullimi dhe nuk do të vazhdojë procedura tjetër e kësaj, i kanë dhënë leje Izraelit që të sulmojë, sepse
Pika e parë e këtij traktati thotë që ndalohen luftimet në të gjitha frontet dhe specifikon specifikisht në Liban. Dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë kapacitete që ta ndalin Izraelin në Liban të mos bëjë asnjë aktivitet ushtarak, shumë e thjeshtë, sepse Shtetet Bashkuara të Amerikës përveç ndihmave ushtarake, aktualisht mbrojtja kundërajrore në Izrael, pavarësisht se Izraeli ka disa, po pjesa më e madhe e mbrojtjes kundërajrore që i përket mbrojtjes balistike që është THAAD. Pra THAAD-i është i gjithë nën kontrollin amerikan dhe në përdorimin e forcave amerikane. Dhe 70% e raketave Patriot, e sistemeve Patriot që ndodhen në Izrael janë amerikane dhe përdoren nga amerikanët. Pra në këtë moment, në rast se çdo president amerikan do donte ta implementonte këtë marrëveshje, në këtë moment mbyllte bateritë THAAD dhe bateritë Patriot dhe i thoshte Izraelit që unë këto bateri nuk i përdor. Në momentin që këto nuk përdoren, Hezbollahu, pra mos përdoren bateritë Patriot, Hezbollahu me anë të raketave që ka, veriun e Izraelit e bën hi brenda javës. Po. Pra, Shtetet Bashkuara të Amerikës i kanë të gjitha opsionet ta ndalin Izraelin. Por nuk e kanë dalur dhe kanë lëshuar. J.D. Vance sikur e dha një lloj mesazhi dritan. Po, nuk kanë nevojë mesazhe. Mos po tento me mënyrën si po silleni, po largoni dhe aleatin tuaj më të rëndësishëm. Pra, Trumpi po loz me dy porta. Pse po loz me dy porta? Po loz në dy, ta them me dy porta, sepse e thash gabim, më falni. Po loz në dy drejtime. E para po e lë Izraelin që Izraeli të vazhdojë aktivitetet e tij në Liban, gjë që ndalon firmosjen dhe implementimin e këtij memorandumi të mirëkuptimit. E para. Dhe kjo intereson Trumpit që ta ndalojë, sepse ka një problem shumë të madh me neokonservatorët, me AIPAC-un, me zionistët, me të gjithë. Dhe e dyta, kjo ngre brenda Amerikës, i jep fuqi asaj pjesë të amerikanëve që janë nën moshën 50 vjeç sot, të cilët kanë dalë kundër Izraelit. Po. Dhe Trumpi mundohet ta marrë edhe atë si pjesë votuese. Pra unë arrit ta marr veshjen, po Izraeli s'po më lë. Pra po mundohet të lozi edhe në Amerikë, edhe në Izrael. Në të dy rastet. Po, dakor. Pasi veprimi luftarak që bën, veprimet luftarake taktike, se atë niveli taktik ato që bën Izraeli në Liban, e ndërpresin implementimin e kësaj marrëveshje dhe nënshkrimin e kësaj marrëveshje. Por edhe nga ana e Iranit kemi një gjë shumë interesante. Dje udhëheqësi shpirtëror i Iranit, pra Moshtaba Kameli, ka lëshuar një deklaratë. Deklarata e tij ishte shumë interesante. Deklarata thotë që unë kisha mendim komplet kundër nga ajo që më propozoi presidenti i vendit dhe kryetari i parlamentit për çështjet e memorandumit. Pra ka qenë kundër. Parimisht thotë isha komplet kundër. Dhe isha i vendosur për një veprim tjetër. Por presidenti dhe kryetari i parlamentit, duke qenë se njëri është kryetar dhe tjetri nën kryetar i Këshillit të Sigurisë Kombëtare, më garantuan dhe morën përsipër që kjo marrëveshje mund të zbatohet dhe mund të sjellë të mira. Dhe thot pranova që të vazhdojmë sipas planit tyre. Por ama, për të thënë qartësisht, këta janë dhe përgjegjës dhe do mbajnë përgjegjësinë nesër në rast se ky plan dështon. Është zaj qartë? Të dy këta do jenë përgjegjës. E para tregon që kemi të bëjmë me sistem demokratik. Pra nuk e vendosi veton, se mund ta vendosë veton. Por ama ti që del garant, ti do mbash përgjegjësi për këtë. Dritan, po gjithsesi. Prandaj në këtë moment, edhe veprimi që po bën Izraeli, po i shërben në një farë mënyre edhe presidentit iranian edhe kryetarit të parlamentit. Sepse kanë barë përgjegjësi dhe në Iran përgjegjësia nuk lahet me dalje nga politika, si shdo në Amerikë, me dorëheqje. Në Iran lahet me varjen litarën mes sheshit, sepse quhet hynte tradhia pastaj. Pra në Iran e la ndryshe, në Amerikë e la ndryshe. Kurse te neve bëhesh president ose bëhesh kryeministër. Pra ka disa mënyra, pra disa lloj peshoresh. Tradhia ka disa lloj peshoresh. Po. Dhe për këtë arsye, por kam edhe një gjë, pavarësisht saj nuk ka ardhur reagimi i Iranit, sepse reagimi i Iranit çfarë do bëj? Do të shkojë në akordancë me Rusinë dhe me Kinën, sepse te pika e 14 e këtij memorandumi që publikoi, un po marr memorandumin e publikuar nga ana e Shtetit Bardh. Po, Shtetet Bashkuara. Në fund fare, çdo lloj marrëveshje që do arrihet pas 60 ditëve ose pas një farë kohe, do të kalojë në Këshillin e Sigurimit, sepse atje kërkon garanci pra. Dhe fakti që
kjo pikë është vendosur me këmbguljet e Iranit, tregon që në këtë moment Irani në të gjithë këtë kalvar të këtyre bisedimeve ka qenë në bisedime të ngushta, pra në këshillime të ngushta me Kinën dhe me Rusinë, sepse ato janë dy anëtarët e Këshillit të Sigurimit. Pra gjithçka duhet të kalojë nesër në Këshill të Sigurimit, tek këto të dyja. E qartë. Dritan, ndërkohë këtë Vance Rubio, Vance ka sulmuar Netanyahu, siç e tham, Rubio është dukur fare nga le të themi hapësira publike, jo se po lozin amerikanët, po unë thash kjo është një lojë politike amerikanëve. Pra presidenti i qet i mërzitur nuk vepron, por ama t'jeni të bindur që Izraeli nuk bën asnjë veprim pa miratimin e Shtetit Bashkuar të Amerikës, zero. Sepse siç thash, mjafton presidenti amerikan. Dhe po do jap një shembull, kam dhënë edhe një herë të shembull. Në vitin 1990 nisi intifada e parë e Palestinës në Bregun Perëndimor. Dhe Izraeli filloi ndërmori një operacion ushtarak. Brenda ditës vrau 160 veta, 180 veta. Të nesmen, presidenti i Arabisë Saudite, pra mbreti i Arabisë Saudite, jati i këtij që është sot, e morin telefon, në atë kohë ishte George Bush, president amerikan, dhe i kërkoi që të ndërhyjtet e Izraelit të ndërpriste me njëherë operacion ushtarak, ose prej këtij momenti tha, neve do ndërpresim shitjen e naftës për Shtetin Bashkuar dhe për kodë të tjetër, do ta ndalim edhe prodhimin e naftës. Me njëherë presidenti amerikan ndërhyri te Izraeli dhe Izraeli me njëherë të nesme ndërprej operacion ushtarak dhe u tërhoq. Pra, Amerika ka të gjitha kapacitetet ta ndërpresë. Siç e kam thënë dhe përsëris, Izraeli është thjesht një qen roje i Shtetit Bashkuar të Amerikës në lindjen e mesme, nuk është asgjë tjetër. Dhe në çdo moment i ka të gjitha fuqitë dhe kapacitet, sidomos sot, pas kësaj lufte të gjatë ku Izraeli çdo gjë tashmë e merr, edhe fishekët e armëve, fishekët e automatikëve që përdor sot i merr nga Shteti Bashkuar të Amerikës, nuk e prodhon dot vet. Nuk ka më kapacitet të prodhojë asgjë vet. Pra, I ka humbur gjitha. Pra Amerika e ka në dorë. Dhe kjo është polici mirë, polici keq. Ajo loja, pra presidenti e lejon, zvends presidenti këtë që s'ka fuqi ekzekutive për momentin, bën thjesht deklarat, ministri i jashtëm, ashtu i bie ministri i jashtëm, pra sekretari i shtetit. Shtetit është ministri i jashtëm, ai humbet nga skena për momentin. Pra është thjesht një lojë politike që amerikanët po lozin për të treguar pjesës tjetër të botës që shikon, neve jemi shumë të mërzitur për këtë punë, shumë të ashtu, se shife, këta na kanë shqetësuar, pra edhe presidenti nuk po flet se po mendohet çfarë të bëj, zvends presidenti ka më shumë mundësi të flasë sepse normal është diçka tjetër, dhe Rubio është aq i shqetësuar sa edhe aq i tronditur sa nuk po del fare të flasë nga kjo që ka ndodhur, e kupton? Ndërkohë që qeni ju përket këtyre të treve. Dakor, po ku po shkon gjëja Dritan se ti prej fillimit ke thënë që thjesht palët po pikërisht që ky memorandumi të mbetet kaq me këtë firmë që kanë vënë elektronikisht, të mos shkojë dhe të zgjatet koha bisedime në pikën e 6 ose në pikën e 7 të këtij memorandumi, përcaktohet që afati i bisedimeve është 60 ditë dhe mund të shtyhet thot me miratimin e palëve. Pra e ka të përcaktuar atë pikë. Pra edhe mund tashmë shtyhet me miratimin e palëve. Pra 60 mund shkojë edhe 90, mund shkojë si ta vendosin palët. Okej. Pra kjo intereson, ajo është kryesorja e gjithë këtij memorandumi. Gjitha pjesa tjetër nuk ka asnjë vlerë. Vetëm kjo pikë, vetëm ky paragraf ka vlerë dhe këtë do bëjnë. Do ta shtym, mendoj atë? Derisa një ditë vinte një përplasje. Palët janë gatshme të bëjnë sërish përplasjen e madhe. Dritan, bëri shumë përshtypje edhe Hegseth, i cili ka sulmuar aleatët dhe akuza kryesore ka qenë që ju me bllokimin që i bët, le të themi, apo mos bashkëpunimin me Shtetet Bashkuara të Amerikës në luftën që ja ndërmori kundër Iranit, keni vënë rrezik jetën e ushtarëve tanë, bijve dhe bijave tona. A mendon se Europa apo mungesa Europës si aleate e Shtetet Bashkuara të Amerikës në këtë sulm ka prodhuar pikërisht këtë situatë për Shtetet Bashkuara të Amerikës? Jo, kjo është një situatë që Shtetet Bashkuara të Amerikës po e shfrytëzojnë në koordinimin e saj për të ristrukturuar NATO-n. Pra do të kemi një ristrukturim të NATO-s. Ristrukturim të NATO-s, po. Dhe kjo është deklaruar nga Mark Rutte, i cili i shpëtoi gjatë një takimi me Zelenskin në G7, ku ishte edhe Mark Rutte. Në bisedën që po bënte, shpëtoi që shumë shpejt tha do të kemi, pra nuk ishte pjesë e pyetjes, nuk ishte pjesë e asaj, thjesht një bisedë thjesht, dhe tha do të kemi sërish do të kemi një ristrukturim të NATO-s, tha. Që është hera e tretë që NATO ristrukturohet, pra
ka qenë hera e parë që është ngritur NATO, pra në vitin 1954, hera e dytë është në vitin 1992, kur NATO është ristrukturuar sërish, pra është hapur, dhe tashmë është hera e tretë që NATO do bëjë një ristrukturim. Dhe ky ristrukturimi normalisht që NATO e komandojnë Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës duan të gjenë një justifikim, pra një justifikim të shpjegueshëm, jo se atyre ju duhet se deri më sot Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk ka pasur nevojë, nuk janë llogari kujt në këtë aspekt. Por i shpjegueshëm që të bindin paret që për shkak të kësaj që ka ndodhur, NATO duhet të ristrukturohet. Dhe ristrukturimi i NATO-s do të vinë atë rikonfigurimin e ri të NATO-s kryesisht në Bashkimin Evropian, pra në mënyrën se si do të merret vendimarrja në NATO, se si do të funksionojë trupat, se komanda e re e gjitha duhet, sepse është e nevojshme për nevoja të kësaj lufte të re që po zhvillohet në Ukrainë dhe në Rusi, pra kësaj luftës moderne. Kjo NATO me këtë kapacitet që ka, me këtë strukturë komanduese që ka, me këtë lloj shtrire që ka, është e paaftë ti përgjigjet kësaj lufte. Por në rast se kjo do të bëhet për shkak të këtyre ndryshimeve, atëherë do të pranohet që ti je i paaftë përpara Rusisë. Pra në rast se ti thuash ne po e bëjmë të ndryshim për shkak se Rusia dhe Kina kanë strukturuar ushtritë e tyre, përkohësisht Rusia dhe neve duhet i bëjmë ballë kësaj luftës, atëherë ti po tregon që ti nuk je sot në kapacitete për të përballuar, ndërkohë që ti këtë e kërcënon Rusin. Pra të bie poshtë kërcënimi. Për këtë arsye ti duhet të japësh një arsye tjetër, dhe arsyeja më e mirë është kjo, që duke qenë se juve nuk vepruat ndaj nesh, pra neve rrezikuam ushtarët tanë, se po të kishin qenë juve ushtarët tanë do ishin vrarë por njësoj, pra nuk kishte ndonjë ndryshim tjetër, se raketës nuk ka shi bën as mbrojtje raketore ka vetëm Shtetet Bashkuara të Amerikës. Evropa nuk ka mbrojtje raketore, nuk e njeh fare këtë punë. Kështu që edhe po të ishte angazhuar Evropa nuk kishte bënte në këtë aspekt. Po ta marrësh logjikisht. Në kuptimin e mbrojtjes. Në kuptimin e mbrojtjes, sepse raketat iraniane nuk i ndalonte dot, vetëm sistemet Patriot dhe THAAD ka vetëm Amerika, nuk ka Evropa. Kështu që edhe po të kishin vajtur forcat evropiane atje, do ishin vrarë edhe ca evropian më shumë, asgjë tjetër nuk do kishte ndodhur. Në rezultatin përfundimtar, pra nuk ka të bëjë me këtë. Është thjesht arsyeja për të gjetur që ti të justifikosh ristrukturimin e ri të NATO-s. Kjo nuk do të ndodhi sot, kjo nuk do të ndodhi nesër, pra për një periudhë 6 mujore do të vi duke acaruar kjo situatë, pra retorike e Shtetit Bashkuar të Amerikës në mënyrë që ta detyrojnë që duhet NATO të ristrukturohet. Dhe në një kohë shumë të shkurtër, kryesisht nga shtatori, nga tetori, do dëgjoni që duhet të bëjmë ristrukturimin e NATO-s se kështu siç është nuk mund të funksionojë. Dhe realisht kështu siç është NATO nuk mund të funksionojë më, sepse kjo NATO që funksionon në këtë mënyrë, me këtë kolegjialitet për 32 vendeve është një NATO në kohë paqe kur kishim një botë unipolare, ku vetëm Shtetet Bashkuara të Amerikës kontrollonin gjithçka, ndërsa sot bota nuk është më unipolare. Interesat ekonomike kanë ndryshuar shumë, gjerë dhe gjatë, totalisht, ke futur një fuqi tjetër ekonomike e cila është Irani, sepse pavarësisht se ky memorandumi nuk mund të hyjë nesër në fuqi ose diçka tjetër. Por është hequr blokada dhe do vazhdoj të shitet nafta. Pra ka vazhduar të funksionojë kalimi i anijeve. Dhe në një aspekt praktik memorandumi po implementohet për arsye se memorandumi ka një pikë që thotë në 60 ditë anijet nuk do paguajnë anijet do kalojnë për këto 60 ditë nuk do paguajnë tarifë. Pas 60 ditësh me fjalë do filloj tarifa. Dhe bëhet llaf për këto anije që janë këtu të bllokuara. Sepse ju duhet 60 ditë që të dalin normalisht sepse është vetëm një rrugë kalimi. Pjesa tjetër është ose e minuar ose në rrezik. Prandaj duhet kalojnë, kalimi është i ngushtë dhe i pakët dhe duhet kohë shumë. Për këtë arsye është bërë kjo. Dhe në këtë aspekt nesër do të vinë ndryshimi i kësaj force. Sot ti ke 32 vende, të cilat marrin pra edhe neve si Shqipëria që s'kemi asnjë fuqi reale në NATO, nuk kemi asnjë fuqi reale, ne jemi përfitues në NATO. Pra aktualisht jemi barr jo vlerështuar në NATO. Këtë le ta themi pra. Nuk ke vlerështuar. Dhe neve kemi votë të njëjtë me ata që kanë fuqinë në NATO. Nuk mund të kesh votë të njëjtë me ata që kanë fuqinë në NATO. Sepse fundja fundit është një organizatë force. Nuk është një organizatë jo qeveritare, siç janë OJQ-t në Shqipëri, edhe kemi të gjithë të drejtat barabarta se është demokraci. E para është një organizatë ushtarako-politike. Dhe kur thua ushtarake, në ushtari nuk ka demokraci. Ta heqin gjithë nga mendja që mendoj se NATO është dënë. Nuk mund të ketë demokraci në ushtri. Në ushtri ka urdhra dhe veprime, ka komandë dhe komanda ka hierarki. Edhe NATO është një organizatë ushtarake hierarkike. Pra komandën e kanë amerikanët dhe të tjerët zbatojnë. Dhe pastaj neve themi që na morën e mendimin. Po më ti mund të japësh mendimin, po s'mund të kesh të njëjtën drejtë vote. E qartë. Pra duhet të organizohet dhe të organizohet në mënyrë që të jetë më efektive, sepse sot ti për të marrë një veprim në NATO duhet gjithë të jenë dakord. Në një moment caktuar për një interes të vogël njëri thotë jo, ta kundërshton dhe po s'qen të gjithë dakord, nuk bëhet asnjë veprim. Prandaj duhet të ristrukturohet të ndryshojë që të bëhet efektive. Sot nuk është efektive NATO. S'ka asnjë efektivitet. Dritan, ndërkohë lexova një artikull ku thelbi ishte rikthehet Hezbollah në kuptimin që për mënyrë, për fakt, deri
deri para disa kohësh Izraeli dhe Netanyahu pretendonin që ishte një ushtri apo organizat tashmë e asgjësuar. Ndërkohë, mënyra se si po paraqitet, sidomos gjatë këtyre javëve të fundit, ka treguar që jo vetëm nuk është asgjësuar, por po përballon me sukses të paktën betejën në jugun e Libanit. Si e vlerëson këtë situatë në raport me Hezbollahun? Unë thash edhe pak më parë, Hezbollah është një organizat e cili çdo shtet nga ana ushtarake do ta kishte zili, sidomos shtetet e vogla si puna jonë, në mënyrën e eficiencës ushtarake, të organizimit ushtarak dhe të fuqisë ushtarake që ata kanë, sepse kanë kapacitetin ushtarak të një fuqie të vogël, të një shteti të vogël. Pavarësisht se nuk është shtet. Pavarësisht se nuk është shtet. Prandaj them janë zili për të pasur mënyrën se si ata funksionojnë, efektivitetin, gatishmërinë ushtarake, fuqinë e tyre luftarake dhe vullnetin e tyre luftarak. Për 2 muajsh e kanë bllokuar totalisht Izraelin duke shkaktuar dëme të mëdha në njerëz dhe në mjete. Dëme të paimagjinueshme dhe të pariparueshme nga ana e Izraelit. Në këtë aspekt, plus kanë treguar që ushtria izraelite është një ushtri totalisht kriminale e aftë vetëm për të vrarë civila të pambrojtur. Për të plaçkitur civila të pambrojtur, për të përdhunuar civila të pambrojtur dhe as edhe një gjë tjetër. Kurse në momentin që përballet me një forcë të njëjtë në kapacitetin ushtarak, ajo nuk është aftë ta përballojë atë luftim. Sepse nuk po ecën dot, nuk përparandot, gjithçka po e bën vetëm rrëmjet, edhe ato bombardime që bën janë të pakta, po menjëherë pastaj pas bombardimit kur tenton të hyjë, sërish has në rezistencën e forcave të Hezbollahut. Dhe në rast se vazhdon një kohë të gjatë të tillë, pra, në rast se do të vazhdonte edhe 6 muaj një luftim i tillë, pas 6 muajsh, unë jam i bindur që ushtria izraelite nuk do të kishte më asnjë kapacitet ushtarak për të bërë asnjë lloj operacioni ushtarak nesër. Nëse kjo do të vazhdonte, pra vimte ajo që sot me këtë intensitet, mbrëm gjatë natës, izraelitët janë munduar të hyjnë në Nebatie. Nebatie është një qytet në jug të Izraelit, në jug të Libanit, është një qendër e Hezbollahut, është një qytet i madh, dhe mbrëm në luftimet e mbrëmshme, vetëm gjatë luftimeve të mbrëmshme, me filmime direkte, unë i kam ato filmime se i kam pas, por nuk me filmime direkte janë asgjësuar vetëm mbrëm për punë 2 orësh 6 tanke me goditje direkte të filmuara. Ato tanket Merkava, pra, dhe vimte ajo vjet përpara se të vritej Hassan Nasrallahu, i tha Izraelit që në rast se juve do tentoni të hyni me forca në Liban në një kohë shumë të shkurtër, do të mbesni pa tanke. Dhe kjo po ndodh. Prandaj them në rast se kjo do të zgjasë 6 muaj, do të mbesin pa tanke dhe pa antoblinda. Gjithsesi e dëgjova dhe Trumpin dritan, e kisha dëgjuar vetëm tek ty në fakt, po e dëgjova dhe Trumpin që tha që puna e Hezbollahut duhet, unë mendova ta zgjidhte Siria. Po. Çfarë ka ndodhur? Trumpi po mundohet që të mbushë mendjen Al-Gjolanit që të sulmoj Hezbollahun nga mbrapa, pra në atë që quhet në Beka Valley, pra në atë luginën e Beka. Aktualisht Siria ka çuar forca atje, kryesisht të gjitha forcat që ka çuar në rast se do na njofton, do na ndihmonte me një hartë të zonës atje. Duhet ta kem te misioni tjetër regjia. Ska rëndësi një hartë të lindjes mesme për ta treguar pak si ide. Pra kështu. Në rast, pra ka çuar forca aktualisht në kufi me Libanin. Të gjitha ka përqendruar atje kryesisht forcat që ka forca mercenare. Pra forcat mercenare janë gjitha luftëtarët e huaj. Po, Siria. Janë gjitha grupet mercenare që kanë luftuar në Siri, që janë aktualisht pjesë e ushtrisë së re siriane, ka grumbulluar atje. Aktualisht ka të dhëna që po ofrohen pagesë edhe për mercenarët e tjerë $1.500 në muaj. Parati paguan Shtetet Bashkuara të Amerikës në mënyrë që të hyjnë si grupe, pra të dalin jashtë pra kjo. Pra ky është Libani, kjo është Siria. Janë grumbulluar forcat këtu, në këtë pjesën këtu. Pra këtu. Po gra grumbullimet të përditshme, lartësit Golan. Janë grumbulluar forcat këtu, në mënyrë që të hyjnë këtej në drejtim të Libanit. Në shpinë të Hezbollahut. Por ka një gjë, aktualisht është Turqia ajo e cila po e mban Gjolanin që mos të hyjë. Për 2 arsye. E para, ose për 3 arsye, le të themi. E para, në rast se forcat siriane do të hynin në luftim këtu. E para nuk do arrin të bënin ndonjë gjë të madhe. Thjesht do të merrnin një
përqindje të vogël të Hezbollahut për të përballuar këtë, por në moment që hynin këtu këto forca, automatikisht ushtria libaneze do të hynte në luftë për krah Hezbollahut për të mbrojtur territorin e vet nga këto forca të Sirisë. Vetë libanezët. Vetë ushtria libaneze. Ushtria libaneze zyrtare. Zyrtare nuk ka hyrë në luftime kundër Izraelit. Pra vetëm Hezbollahu po lufton me Izraelin. Ushtria libaneze jo. Pra kjo do të fusë ushtrinë libaneze aktualisht në të njëjtin front me Hezbollahun. Dhe kjo do t'i jepte e para, e dyta, pra ta fusë gjithë Libanin. E dyta, në këtë moment që Hezbollahu po luftonte edhe me grupet terroriste të Sirisë, po edhe kundër Izraelit, Hezbollahu do t'i jepte më shumë fuqi politike në të gjithë lindjen e mesme. E qartë. E treta, në rast se do të ndodhte kjo, grupet shiite në Irak kanë kërcënuar që në rast se Siria hyn në luftë kundër Hezbollahut në Liban, ne do të hyjmë menjëherë në luftë kundër Sirisë. Pra këto grupe që janë vendosur këtu mbrapa është Po. Irak. Pra këto do të hynin dhe do të merrnin. Pra ky territori do të ishte ajo që kemi diskutuar, që Siria mund shkonte drejtbërjes. Në rast se kjo ndodh, atëherë fuqia turke sot gjeopolitike në këtë rajon do të binte, sepse gjeopolitika turke sot është e fuqishme për shkak të Sirisë, sepse Zoja Saadin e kontrollon Sirin. Në momentin që se kontrollon më, atëherë Turqisi bie bie fuqia totalisht dhe Turqia nuk merret me nuk ka asnjë vlerë në këtë moment. Dhe nuk ka vlerë as për Amerikën, as për Evropën, dhe i shërben vetëm Izraelit në këtë moment që të bjerë fuqia turke. Por ama, në rast se do të ndodhte kjo, atëherë Irani ka deklaruar që nuk do të rrinte pa ndërvë dhe do të godiste komplet objektivat siriane dhe objektivat ushtarake siriane të cilat po ngrihen me ndihmën e ushtrisë turke. Pra të gjitha këto materiale turke që janë dhënë Sirisë, nëse do të bëheshin zero dhe çdo ndihmë ushtarake do të shkonte zero totalisht. Dhe shkojmë te skenari. Do të sërish Irani një fuqi tjetër më madhe, sepse po ndryn jo vetëm për Libanin, jo vetëm për këtë, por po godet edhe Sirin. Pra Irani në këtë moment dilte fuqia më e madhe në të gjithë rajonin, edhe sa Amerika dhe sa Izraeli marrë së bashku, sepse këto dyja nuk e mbajnë dot, atëherë ndryn Irani dhe e qartë. Pra kjo është ajo që ndodh në këtë aspekt. Jo, më me detaje s'ka më. Po, Dritan, besoj që kemi 10 minuta kohë për të folur për protestën. Se duam apo nuk duam, është kthyer, le të themi, në një pjesë shumë të rëndësishme të edhe flas të gjithë qytetarët, është diskutimi kryesor. Si e vlerëson aktualisht dhe e nisi me atë që ndodhi dje, vajtja në parlament, ndalimi për pak tek Partia Demokratike. Si i vlerëson këto zhvillime të protestës? Veprimet e djeshme janë veprime spontane, pra jo të mirë koordinuara në grup, mendoj una, janë veprime spontane që kanë ndodhur, por që kanë pasur ato efektin e tyre. Pra jo thotë që qytetarët janë të irrituar jo vetëm me qeverinë dhe me Edi Ramën, janë të irrituar me gjithë klasën politike që përfaqëson atë në parlament. Po. Janë të irrituar edhe me partinë opozitare, që është bërë patericë e pushtetit. Janë bërë bashkë. Dhe në ana e veprimit këtu janë pamjet të Partia Demokratike. Gjithsesi, unë mendoj që është normale kjo që ndodh. Pra qytetarët po tregojnë irritim. Protesta po kthehet në trend dhe është e mirë që protesta në rrugën e Shqipërisë të kthehet në trend. Deri më sot protestat nuk kanë qenë trend në Shqipëri. Po bëhet për një protestë paqësore. Protestat kanë qenë problematike në Shqipëri sepse i kanë organizuar gjithë një partitë politike, gjithë një të dhunshme. Krahasoni protestën e 21 janarit që bëri Edi Rama me protestën që bëhet sot për të rrëzuar Edi Ramën. Dakor, po... Pra, ai i vuri flakën institucioneve, i vuri flakën bulevardit, ai tjetri i vrau 4 veta për të mbrojtur 2 mure që i përkasin popullit dhe nuk ja ka lënë babai, trashëgim. Nësa sot, qytetarët është dita e 19 që dalin në protestë në mënyrë paqësore. Pse duhet të jetë kthehet në trend protesta? Sepse shqiptarët duhet të kuptojnë që duhet të protestojmë për gjithçka. Sepse mbrojmë të drejtën tonë, është e drejta jonë kushtetuese. Të drejtën tonë kushtetuese nuk e kemi lënë. Me kushtetutë thotë që pushteti i përket sovranit dhe sovrani e ka deleguar atë. Delegimi që i kemi bërë kësaj klase, kjo quhet klasë politike, po është një klasë kriminale. Është një grup i strukturuar kriminal i cili e përfaqëson vetë dhe i quan veten klasë politike. Nuk ka pasur asnjë lloj politike në këtë moment. Që 30 vjet këtu ka ekzistuar një grup kriminal i veshur me kostume kollare, me logo partijake dhe quheshin klasë politike. Politika tyre vetme ka qenë grabitja, banditizmi dhe zhbërja e këtij vendi.
qoftë nga ana demografike, duke i detyruar shqiptarët të largohen ditë me ditë nga këtej, qoftë nga ana territoriale, duke i bërë koncensione fqinjve tanë të cilët nuk duan të na shohin. Dritan, po përsa i përket një nga momentet e rëndësishme të paktën të referencave që kemi në Ballkan janë protestat në Serbi ku thonë specialistët, thonë një nga arsyet pse që e konsumoi më së shumti është pikërisht pafuqia e kësaj proteste për të akomoduar brenda saj edhe opozitën zyrtare në Serbi. Pra, pyetja është, a nuk duhet jetë fokusi vetëm tek dorëheqja e kryeministit Rama dhe çdo lloj përpjekje për ta devijuar këtë fokus, sepse aty në atë protestë ka dhe qytetar me bindje të djathta që janë... Protesta nuk është kundër bindjeve. Protesta nuk është kundër kajeve të djathta dhe të majta. PD-ja dhe PS-ja nuk janë kaje të majta dhe të djathta. PD-ja dhe PS-ja janë dy parti uzurpatore të majtës dhe të djathtas, por që po t'i shohësh në ato çfarë kanë bërë këto 35 vjet, nuk kanë lidhje as me të majtën dhe as me të djathtën si koncept politik. As njëra dhe as tjetra. S'kan asnjë lidhje me konceptet politike të majtës ose të djathtës. Pra janë uzurbatore të këtyre koncepteve politike. Dhe po thua që... Dhe nuk ka asgjë. Sot populli ka dalë në protest, jo kundër koncepteve politike. Populli atje nuk po kërkon që të mos ketë më parti politike, nuk po kërkon që mos ketë më koncepte. Populli ka dalë kundër këtyre të dyjave, pra, kundër qeverisë e Dramës dhe Sali Berishës, të cilët kanë uzurpuar këto dhe na i shesin si koncepte, por në rast nuk është vetëm një e vetme. Është vetëm një klasë kriminale e këtyre personave. Sepse Sali Berisha është kthyer në pateric të e Dramës. Dhe nuk mund të akomodohet opozita, e cila deri dje ka bërë të njëjtat gjëra që ka bërë pozita sot. Nuk mund të akomodohen ata të cilët e trajtojnë tokën e shqiptarëve si pronë të tyre personale. Njëri e shet me një euro, njëri jep për investime strategjike. Ndërkohë që prona i përket këtij kombi, këtij shteti nuk është pronë e qeverisë. Duhet kemi një koncept të qartë të gjithë shqiptarët. Shteti, prona e shqiptarëve, toka e shqiptarëve, deti e shqiptarëve është i kombit shqiptar, nuk është i shtetit shqiptar. Shteti është thjesht menaxhues, sepse shteti shqiptar është krijuar nga kombi, nuk e krijoi shteti kombin. Po e krijoi kombi shtetin. Pra shteti shqiptar erdhi pasi ishte krijuar kombi shqiptar dhe kombi shqiptar ishte krijuar, ishte akomoduar, ishte dhe ndodhe në 4 vilajete të ndodhura brenda Perandorisë Osmane. Dhe ekzistonte si komb. Dhe ishte një nga kombet më të ndritura dhe më të forta të Perandorisë Osmane, që i kishte dhënë 37 kryeministra Perandorisë Osmane. Dhe për këtë arsye, ky komb formoi shtetin, dhe shtetin e formoi si administrator, jo si pronar. Pra këtu ka ndryshuar koncepti dhe këta kanë uzurpuar konceptin dhe këta mendojnë se shteti është pronar dhe po shesin tokën e shqiptarëve. Njëri e shet me 1 euro, njëri jep për investime strategjike që nuk dihet nga vijnë. Këto investime strategjike të bandave kriminale me të cilat bashkëpunojnë. Në këtë moment këta e kanë vrarë çdo lloj opsioni për të bërë palë në këtë aspekt. Qoftë pozitë, qoftë opozitë, nuk janë më palë. Këta janë kundërshtarët, nuk janë palë. Prandaj po kërkohet të ndryshojmë të sistem. Pra, jo të rrëzojmë neve konceptet politike. Konceptet politike janë krijuar përpara nesh. Nuk i rrëzojmë konceptet politike, pa ma të shkojmë te koncepti politik. Dhe jo te uzurpimi. Prandaj nuk mund të jetë palë opozita. Në Serbi ka ndodhur në Serbi ishte komplet diçka tjetër. Këtu po kërkojmë dorëheqjen e qeverisë dhe pjesën tjetër që është normalisht që me kushtetutë i ke krijimin e një qeverie teknike, por ama ne nuk kërkojmë zgjedhje të parakoshme. Neve, kur them neve, pra po jap vetes së drejtën deri u protesta, pra protesta kërkon ndryshime kushtetuese. Sepse kushtetuta aktualisht i ka bërë këta pronar. Jo, siç e thash, pronari është kombi, nuk janë këta. Pra po kërkojmë që popullit t'i kthehet legitimiteti. Këta që e kanë marrë nuk mund të jenë palë, sepse ne po kërkojmë të ndërtojmë një shtëpi të re. Shtëpinë e re nuk e ndërtohet dot me gurët e shtëpisë vjetër. Do marrë shtulla të reja ta ndërtosh. Këtë po kërkojmë. Dhe ka njerëz që thonë ashtu si ju që do lodhen si në Serbi. Në Serbi kanë protestuar dhe gjithnjë ka protestuar Serbia. Në aspektin e protestave Serbia mban primatin në Ballkan. Për këtë protestat e fundit kanë qenë kundër qeverisë dhe opozitës. Mund t'ja kesh natin, po hakun nuk e ha dot.
Po gjithë që ka qenë në Shqipëri është që po në Shqipëri në këto 35 vite nuk ka pasur protesta popullore. E fundit ka qenë në vitin 1990. Që nisi protesta studentëve dhe u bashkua gjithë populli. Po, e vërtetë. Protesta popullore është e para herë dhe të gjithë ishin mbushur mendja që të gjithë thonim që nga unë i pari në përbiseda me miq e me shok, ju e të gjithë thoshit që këtu ka marrë fund se shqiptarët nuk ngrihen më. Fatmirësisht shqiptarët na zhgënjyen. Fatmirësisht na zhgënjyen, u ngritën. Dhe tashmë që u ngritën, themi nuk do zgjasi. Jo më jo, shqiptarin me dy mënyra e nxjerr në rrugë. Ose duke vënë sedër ose me dhunë. Nuk e nxjerr dot me të lutur shqiptarin. Prandaj protesta do zgjasi se shqiptarët po vijnë në sedër dhe do dalin. Dhe të gjithë duhet vijnë në sedër dhe të dalin në këtë protestë. Sepse duke dalë kthejnë protestën trend. Sot protestojmë për këtë, e mbyllim këtë, nesër do protestojmë për diçka tjetër. Dakor. Ideja është që dakor tek ajo teza Berisha në burg, po të shkosh te selia e Partisë Demokratike, nuk u shkua te selia. A nuk duhet veçuar Berisha me Partinë Demokratike? Këtë po them se nuk u shkua te selia e Partisë Demokratike. Protestuesit ishin te parlamenti dhe nga parlamenti u varën rrugës poshtë. Nuk kishte asnjë objektiv. Protestuesit ishin në kalim dhe në momentin që ishin në kalim nga Partia Demokratike erdhi provokimi. Dhe pastaj protestuesit reaguan po me provokimin nga të dyja rastet dhe reagimet ishin thjesht reagime oratorike, pra pa konflikte fizike, pa përplasje fizike, por nuk u shkua te Partia Demokratike. Këtë është e qartë. Kjo është kështu thua. Okej. Ishte grupi u ndan në dy grupe protesta tek parlamenti. Njëra bllokoi hyrjen qendrore dhe tjetra bllokoi hyrjen e vogël ande nga mbrapa nga dalin deputetët. Dhe në momentin pastaj që u vendosi ishte mjaft, grupi që ishte te hyrja e vogël, që është përkatësisht te Toptani, te pjesa e fundit të Toptanit atje, u shkëput dhe u nis nga shëtitoria e vogël, që është ajo shëtitoria aty te Mileniumi, dhe u nis për në bulevard, kurse grupi tjetër që ishte përballë hyrjes qendrore të parlamentit, ngjitur me xhamin e re, pra me xhamin e madhe, grupi tjetër e pata arsyeshme më kollaj të zvarej poshtë dhe të shkonte rrugës për të vajtur për të dalë në bulevard. Pra nuk kishte objektiv. Pra nuk kishte asnjë objektiv, Partia Demokratike nuk kishte askund objektiv, thjesht qelloi rrugës. Pra u nis grupi rrugës andej dhe ndodhi kjo, por nuk ka pasur një objektiv të tillë. Nuk ka asnjë gjë protestuesve, nuk ka asnjë gjë me partitë në aspektin e tyre. Ka të bëjmë me këta maskarejnë dhe bashkibozukët që kanë uzurpuar partitë dhe konceptet politike. Nuk kemi të bëjmë fare me këto. Sepse në fundja fundit, nesër kur të bëhet kjo qeveria teknike, ata janë palë në këtë bisedim siç do jenë edhe protestuesit palë për ndërtimin e kësaj qeverie. Sepse janë palë me kushtetutë. Pra nuk po kërkon njëri përjashtimin e tyre, shuarin e tyre, vrasjen e tyre. Pavarësisht se për mua ata që janë kryetar duhen varur në shesh nga këmbët derisa t'u dalin lekët që na kanë grabitur. 1.000. Por ama, nuk po e kërkojmë këtë. Dakor. Thjesht po themi që të ulemi si të barabartë. Nuk e vendosni ju më. Thjesht neve sërish po kërkojmë që populli të bëhet subjekt dhe jo objekt. Subjekt ashtu siç e përcakton kushtetuta. Pra po kërkojmë na riktheni të drejtën kushtetuese që shkruhet e zeza në të bardhë në kushtetutë, që pushteti i takon sovranit. Për këtë kanë dalë njerëzit dhe kërkojnë, na riktheni të drejtën tonë që është e shkruar në kushtetutë, që na keni grabitur, ka një gjë tjetër po kërkohet. Asnjë gjë më tepër. Delian, falenderoj shumë. Faleminderit edhe juve. Në këtë pjesë të emisionit është bashkuar me mua Endri Tafani, ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare. Endri, kënaqësi që të kam. Kënaqësi edhe ime. Endri, e njëjta pyetje edhe për ty. Si e vlerëson këtë sulm masiv me dron në Moskë, sepse duket se është një nga lajmet që ka bërë buj, sa që ka shumë komentatorë që thonë Moska aktualisht është në flak për sa i përket goditje me dron nga ana Ukrainës. Si e vlerëson këtë nga pikpamja apo nga konteksti ku ndodhet aktualisht lufta Rusi-Ukrainë? Po, nga pikpamja ushtarake, goditjet që kanë qenë në Moskë janë kryesisht kundër atij që është kompleksi industrial. Pra, është munduar që të goditet ai që është kompleks industrial, i cili në rajonin e Moskës, dhe rajoni i Moskës është rajoni më i populluar, domethënë në Rusi. Pra,
po të shikosh Rusin, shumica e popullsisë rusisë është në zonën e Moskës, Petrogradit, pra Peterburgut, që janë zona po themi e Rusisë evropiane. Pjesa që është ka Uralin mbrapa është bosh. Nuk ka këtë densitet, nuk ka këtë densitet. Dhe është rajoni me densitetin më të lartë të njerëzve. Dhe jo vetëm që është me rajoni me densitetin më të lartë të njerëzve, por është dhe rajoni me densitetin më të lartë të mbrojtjes kundërerore. Pra ka dhe shumë... Po, shumë mbrojtje kundërerore. Me ratë shumë organizuar. Po, sepse kanë ato taktikat e vete që organizojnë. Përgjigja në këtë rast, pra, mesazhi që ka dashur që t'japi, po themi, Ukraina, ka qenë mesazh i dyfisht. Pra, ka qenë një mesazh edhe për, pra, përsa e përket për treguar që çfarë aftësisë ushtarake që ka. Pra, tashmë janë rritur kapacitetet ushtarake, ka pasur sulme përpara në drejtim të Moskës, por mbrojtja kundërerore e Moskës i ka kapur përgjithsisht. Në këtë rast, diferenca është sulmi më i madh ndonjëherë, ëh? Kjo diferenca në këtë rast është e fakti që janë përdorur më shumë dronë, kanë saturuar mbrojtjen, pra është ajo që kemi thënë, nuk është se nuk kapen ata që vinë. Problemi është kur ti nis shumë. Pra të njëjtën taktik, Rusia e ka bërë ditë për ditë në Ukrainë që nga 2022 deri sot deri në 2026 është po një taktik. Nis shumë dron, nis shumë raketa, nis shumë raketa që janë cruise dhe ti e saturon mbrojtjen, një pjesë do kaloj sepse e ke të pamundur. Pra, nëse po themi bateria Patriot ka 8 raketa, për të azisuar 8 objektiva, ti godet dhe azison, po themi sigur ti kapësh 100% 8 objektiva, po nëse ata janë 20 apo janë 30 apo 40, ata të tjerë do kalojnë sepse ti do duhet që të rifurnizosh prapë, të futesh prapë raketën brenda në për të azisuar. Pra, ideja është që saturimi i mbrojtjes të bën pikërisht këtë gjë, domethënë, që ti e ke të pamundur, pavarësisht se sa efikase mund ta kesh mbrojtjen në kuptimin e përqindjes së kapjes së të elementeve, e ke të pamundur për shkak të sasisë së madhe. Dhe është një sasi endri... Tani, burimet ruse dhe ca rusë thoshin që ishin rreth 1000. Më duket pak shifër e egzageruar, domethënë që mund të kenë qenë rreth 1000 raketa. Kuptohet që ka qenë sulm masiv, po duhet kuptuar që ky sulm masiv pastaj ka dhe elemente të tjerë. Pra, nuk është vetëm numri, por edhe cilësia e dronëve Ukrainës. Kur e nisur në fillim, ka pasur një sulm masiv me disa qindra dronë që është bërë në tetor të vitit kaluar, në drejtim të Moskës, tetor 2025-s. Dhe përgjithsisht u kapën që gjitha nga mbrojtja ruse. Në këtë radhë nuk arritën që të kapin. Ajo që bëjnë, pra, që u ka dhënë dorë Ukrainasve, po edhe rusëve, po edhe koreanëve që kanë çuar raketat, apo edhe iranianëve që kanë marrë pjesë, apo çfarëdo lloj shteti që ka vajtur dhe ka kontribuar me armë apo gjëra, është testimi armëve në luftë të vërtetë, sepse është ndryshe një testim teorik. Dhe ajo që ka, për shembull, njëra gjërat që Irani mësoi ishte, dhe që ka mësuar dhe Korea me siguri, ishte mënyra se si një raketë balistike duhet të lëvizë që mos kapet nga mbrojtja e baterive Patriot, për shembull. Pra, kuptohet, nuk është thënë që me 100% do i shpëtoj mbrojtjes, por krijon ato që janë manovra evazive në ajër ose në ndryshim trajektorin për të shmangur. Apo për të, po themi, për të bllokuar elektronikën brenda që të mos jetë pjesë, pra mos goditet nga impulset elektromagnetike që vijnë nga pra për shkak të luftës elektronike që bëhet, pra verbimi që i ndodh raketës apo devijimi i raketës në trajektore. Që gjitha këto janë masa dhe kundërmasa që secila prej palëve po i bën. Si duket, këtë gjë e ka bërë dhe Ukraina tashmë, dhe ato raketat në këtë rast janë jo vetëm janë në sasi të madhe, raketat e dronë, por janë edhe të modifikuar apo të përshtatur me nivelin e mbrojtjes kundërerore ruse. Dhe kjo ka bërë që një pjesë e tyre të penetrojnë dhe të godasin, po themi, ato objekta të cilët ata i kishin marrë përsipër. Çfarë tregon kjo? Kjo tregon që, domethënë, imagjino, Ukraina nuk i ka pasur fare këto mjete më përpara. Pra, nëse Rusia kishte në fillim raketat cruise e këto tjera, i kishte se kishte pjesë të arsenalit vet. Po.
Ukraina ka qenë zero dhe e ka nisur gjithçka që po bën tani, e ka nisur nga fillimi, e ka nisur nga zero. Dhe është një arritje shumë e madhe për industrinë ushtarake ukrainase që të arrijë në këtë nivel, domethënë. 550 dronë brenda natës, sa fuqi ka Ukraina Endri që Ukraina ka thënë që këtë vit do prodhojmë 14 milion. Çdo ditë fjala vjen apo sa e ka kapacitetin e dronëve që mund të prodhojnë një operacion të tillë? Tani nuk janë vetëm dronët që janë aty. Ose më saktë mund të jetë dhe një pjesë atyre që janë praktikisht nuk janë dronë, po janë raketa. Për shumë ke FP5 në Flamengo 5 me që jemi të revolucionit Flamengo, vetëm të thënë. Pra, ka dhe raketa midis tyre, nuk janë që gjitha dronë. A këta që janë nisur, ka dhe raketa që janë nisur? Raketa, sepse FP5 për shumë është praktikisht është raketë cruise. Me thënë, pra nuk është më dronë në kuptimin e dronit shahid. Pra, hynë në elementet e një rakete cruise. Flamengo që kemi folur. Raketa Flamengo. Pra, ne nuk e dim pse, por supozojmë që një pjesë e tyre janë dhe raketa. Pra, ideja është që goditjes... Kur e lidh me protestën edhe Rusin, po. Dhe pra, në atë rast, po themi, nuk është se janë që të gjithë dronë të njëjtit tip, janë drone të tipeve të ndryshme, mund të ketë raketa cruise të tipeve të ndryshme, por ajo që bëjnë në këtë rast është, për shembull, që të kuptosh, duke qenë se kanë shpejtësi të ndryshme, ato nisen nga vendi ku nga Ukraina, nisen në kohë të ndryshme në mënyrë të tillë që kur të arrijnë pra dikush esë më shpejt dhe nisën më vonë në mënyrë të barabartë, që të arrijnë në të njëjtën kohë, pra që mbrojtjet mos ketë, pra mos jenë me val, si thua që vjen vala parë azisohet, vjen vala dytë azisohet. Jo, nisen me kohë të ndryshme për shkak të edhe në vendin e nisin dhe në mënyrë të tillë që të arrijnë në objektiv, pra të arrijnë në rajonin e Moskës, të arrijnë në të njëjtën kohë. Dhe kjo tregon është mesazh, domethënë shumë i fortë, që tregon që ti je në vitin e 4 të luftës, ky është viti 5. Kjo ishte pyetja. Në kuptimin e një a përbën një avantazh të madh strategjik fuqia për të avantazh strategjik bën. Për shembull, dhe si e ndryshon kjo raportet po ishte takimi në i G7-s tani. Po. Çfarë ndodhi në takimin e G7-s? Trumpi ju bashkua nismës europiane për sanksione më të forta ndaj Moskës. Narrativa që ka qenë për Trumpin, përgjithsisht duke qenë se Trumpi është me atë rrymën MAGA e tjerë dhe rryma MAGA ka qenë shumë influencuar, po themi nga propaganda ruse, ka qenë me idenë që faji është i Ukrainës, Ukraina ka fajin e vet dhe Ukraina është duke humbur luftën. Pra, narrativa që mori Trump kur erdhi në pushtet në 2025, pra që filloi zyrtarisht, ishte narrativa e që Ukraina ka faj dhe është ajo që është luftë nxitja dhe pastaj është jo vetëm kaq, po është duke humbur në fushë betejë. Kështu që Trump thoshte vjet, po themi kjo ishte narrativa që kishte Trump. Ukraina ju jeni duke humbur, thoshte, you have no cards. Apo jo, nëse mbajmë takimin. Po, dhe Rusin dhe kjo narrative bënte Trumpi që të nxitonte për një paqe të shpejtë duke bërë presion Ukrainës, duke thënë që merrni tani sepse më vonë do e keni më keq situatë. Kjo ishte narrativa që ishte ndërtuar dhe zgjidhja që propozonte Trump. Në këtë rast, ajo që ka ndodhur është e para njërë, Ukraina jo vetëm që nuk po avancon me Rusia, por është Ukraina tashme që po avancon në front, jo me një sasi të madhe, 300-400 km katror, nuk është një sasi e madhe, por rusët nuk kanë më avancime në territor, dhe kjo është e vërtet. Dhe jo vetëm kaq, por rusët po fillojnë goditën rënd në ato që janë zonat strategjike. Janë në zona strategjike. Pra, ideja e Ukrainës tani është jo vetëm që e ka ndaluar avancimin rus, por ka filluar të bëjë dhe kundërmësimet e veta, ka filluar të dobësojë në thellësi trupat ruse dhe jo vetëm ata që janë front, po dhe në thellësi strategjike duke goditur uzina dhe fabrika, mbaj mend është goditur, po themi, porti i naftës në Petrograd, në Peterburg, domethënë që kanë qenë janë goditur gjithë portet që kanë qenë këtu, janë goditur portet që kanë qenë në liçenin tjetër, në detin Kaspik, apo jo. Pra, edhe larg janë goditur objekte që janë shumë në thellësi, e gjitha kjo në kuadër të asaj që të dëmtohet sa më shumë kompleksi industrial ushtarak në mënyrë të tillë që mos ketë furnizime për rusët që janë në front. Dhe
kjo tregon rritje të kapacitetit, sepse këto goditje në fillim kanë qenë afër Ukrainës, tani sa vinë bëhen më të largëta dhe ndaj objektive më të rëndësishme siç është rasti i Moskës. Pra tregon një rritje të potencialit ushtarak të Ukrainës. Në ana tjetër, ajo që ka ndodhur është që pra Zelenski ka bërë disa herë thirrje për takim, ka bërë thirrje për paqe, në kuptimin që vendosi një armë pushimi në terren, pra dhe Putini nuk i është përgjigjur asnjëherë. Po, asnjëherë, edhe së fundmi nuk ju përgjigj. Gjitha kjo tregon, çfarë tregon? Kjo hedh poshtë dy pikat kryesore të narrativës që kishte Trump vjet. E para, nuk qenë ka dhe aq e keqe Ukraina në kuptimin që Ukraina do paqe, pra e vërtetoi, duhet bisedoj që të gjejmë paqe, pra nuk është kjo luftë nxitja, por është ky që do të vazhdojë luftën. Dhe e dyta punës është pjesa e anës ushtarake. Pra Ukraina nuk është se është duke humbur luftën, përkundrazi, po e çon luftën në zemër të Rusisë, në Moskë. Në Moskë, po. Këto të dyja tani sollën ndryshimin e qëndrimit Trump, që kur ishte në takimin me Macron, nëse keni parasysh konferencën e shtypit që mbajtën, është që Macron tregoi që janë dakord për një rritje të presionit ndaj Rusisë dhe një rritje të ndihmës ndaj Ukrainës. Tani, në këtë kuadër, hyn dhe ky operacion që u bë në Moskë në ato momente kur ishte edhe takimi i G7-s, pra që po mbajej, që pajti edhe Trump në takimin e G7-s. Si mesazh. Pra, mesazhi ishte pikërisht kjo, pra për të hedhur, për treguar që Ukraina nuk është vend i dobët, ushtarakisht, pra ishte mesazh ushtarak, ndërkohë që 2 javë përpara ishte mesazhi i fundit që i thoshte Putinit hajde takohemi. Pra, loja që ka bërë Ukraina ka qenë lojë dyanshme, dhe lojë diplomatike, po dhe lojë ushtarake. Ndërkohë, Endri, Duma ruse ka kërkuar një kundërpërgjigje masive nga ana e Putinit. Lavrov ka konfirmuar dhe ka thënë që do bëjmë një goditje masive e cila do të ndikoj tek gatishmëria luftuese forcave të armatosura. Si e vlerëson, cila do të jetë kundërpërgjigja ruse nisur nga mesazhi i 550 dronëve dhe faktit që Ukraina po depërton në zemër të Rusisë? Po të ishte, unë nuk e kuptoj këtë teorinë që unë jam duke luftuar, po luftoj me i dorë mbrapa kurizit. Në kuptimin që po luftoj, po me gjysëm mendje, ose me gjysëm zemre, ose me gjysëm kapaciteti. Ato që ka për të bërë, Rusia i ka bërë. E vetmja gjë që i ka ndedhur Rusisë, që i ka ngelur, është arma bërthamore. Po thua, kaq është maksimumi që mund të bëjë Rusia? Maksimumi që mund të bëjë në anë e goditjes, që thot me rakete, me këtë, ky është maksimumi që ka Rusia për momentin. Me kapacitetet e veta. Duhet kuptuar që ato, pra, kur ti godet dhe natë për natë, siç godasim te 550, po këta janë 600, 700, sulmi fundit në Kiev ishin 800. Pra nga ana e Rusisë. Pra, kapacitetet që ka të vetat i përdor në maksimum për t'i dhënë zgjidhje sa më shpejt i konflikti. Kryqë nuk pra, është nuk është se ka për ne diçka. E vetme gjë që mund të shohë, kam thënë, disi këtë ritëm lufte është në qoftë se shpallet, po themi, mobilizimi i përgjithshëm Rusi. Po, pra që të mundur që të rrisin numrin e ushtarëve në terren. Po është një hap i cili është thik me dy presa për Putinin, sepse deri tani janë rekrutuar ata që ka qenë ushtarë me pagesë, ka zbrazur burgjet, pra ka hequr njerëzit nga burgjet dhe i ka çuar në front, apo i ka rekrutuar ata që kanë dashur me pagesë, po dhe përgjithsisht, nëse ka mobilizuar njerëz, ka mobilizuar nga periferitë e Rusisë, nga ato që janë dhe pakica etnike ruse. Pra ka vajtur në republikat e Azisë Qendrore, apo në ato të Siberisë, të zonës uraleve, më tanë uraleve të tjerë, apo nga qytetet e vogla, nga fshatrat e tjerë, dhe nuk ka vajtur tek ajo që është zemra e Rusisë, që është rajoni, po themi, i Moskës, e i Petrogradit, do të thënë sipër që janë qytete që janë shumë të, pra, është zemra, si thua, është Tirana dhe Durrësi, që është shumica e Shqipërisë, domethënë. Dhe nëse ti fut mobilizimin ushtarak në atë zonë,
do kesh pak kënaqësi jashtëzakonisht të madhe rezistencë, sepse nuk ka qef njëri që logjikshme. Kjo është arsye që deri tani pra Putini nuk po e bën. Është rezistuar. Kështu që kjo pjesa për shembull e ka bërë deri tani, ja do e shtoj edhe një çik, por nuk është se ka përsia ndonjë ndërgjë të madhe në përveç numrit të viktimave. Endro, ndërkohë jemi tek ajo që konsiderohet memorandum armë pushimi, po i quaj midis Shtetet Bashkuara të Amerikës edhe Iranit. Si e lexove këtë memorandum, ndërkohë kanë dalur edhe ato 14 pikat kryesore, të paktën ajo që pretendojnë Shtetet Bashkuara të Amerikës. A mendon se ose diskutojmë një herë ato pika, më pas do bëjmë edhe pyetje të tjera në raport me fatin e këtij konflikti? Në pamjet parë duket sikur Amerika, domethënë çfarë pretendoi që fitoi me luftë e humbi në tavolinën e negociatave. Pra, nëse ti pretendon që ti ke shkatruar gjithë ushtrinë iraniane, gjithë leadershipin, gjithë flotën, gjithë avionët e të tjerë, dhe pastaj të ulesh dhe të pranosh pastaj që jo po do të rindërtojmë, jo po do të heq blokadën, jo po do të bëjë të tjerë, duket sikur praktikisht sikur ti ke humbur në tavolinë e bisedimeve, ke humbur atë që ti pretendoi që kishe arritur si fitore ushtarake. Pra, duket sikur nuk është kapitullimi plot i Iranit. Dhe kjo është më evidente në mënyrën se si ato pika aty janë shkruar dhe si janë propaganduar. Ajo që mund thuhet është që e para njerë pjesa e uraniumit, pra për Amerikën duhet kuptuar që ajo që ka qenë kryesorja gjithmonë ka qenë pjesa e armës bërthamore. Po. Dhe një nga pikat e memorandumit është edhe shkatrimi i uraniumit të pasuruar, i cili pra minimumi thuhet në memorandum, minimumi do ketë pra një diluim, pra do ketë një shkatrim të atësaj sasie, por mënyra se si a do bëhet në Iran, apo do përcaktohet në bisedimet e ardhshme. Pra duket sikur Amerika mori atë që ishte, po themi, çmimi kryesor i saj, armat bërthamore të Iranit. Nga ana tjetër, Irani duket sikur mori një diçka e cila, pra përveç mbijetesës regjimit që mbijetoi, duket sikur mori diçka tjetër me anin po themi me atë që është kontrollin e ngushtisë së Hormuzit. Pra në marrëveshje flitet aty që do bashkëpunojmë me vendet e gjirit e tjerë për kostot e mirëmbajtjes së ngushtisë së Hormuzit, pra ideja është që mund vendosi ndonjë tarif, po themi, për kalimin. Që lidhet me mirëmbajtjen, normal. Që lidhet thot me mirëmbajtjen, lidhet me riskun ekologjik që mund të keni, sepse aty është një vend që ka lënë shumë cisterne, thotë ju duhet pagoni një tarif, sepse për shembull se tu është mund të dertet naftë, dhe unë duhet që të pastroj naftën tuaj, kupton, për të ruajtur ekologjinë apo për safety e këto tjera. Pra duket sikur është i është lënë kjo, gjë që nuk e kishte më përpara. Pra, jo vetëm që mbijetoi regjimi, por mori edhe diçka tjetër që është bonusi. Pastaj pjesa tjetër përsa i përket po themi rindërtimit apo çështjes Libanit dhe këto janë pikpyetje shumë të mëdha për mendimin tim, se si do bëhen dhe si do evoluojnë. Ajo që është evidente është që çështja palestineze është dukur, pra nuk përmendet fare në memorandum, çështja e Gazës. Nuk duhet të harruar që Hamas ishte ai që ishte nxitur nga Irani për të krijuar luftë në Gazë dhe tashmë duket se nuk është përmendur fare, po themi, në memorandumin e mirëkuptimit, që është ky memorandum of understanding, që është për të shkruar. Nuk ka asnjë pikë që flitet për çështjen palestineze për Gazë. Flitet për Libanin, por nuk flitet për Gazën dhe për Palestinën. Ndërkohë dhe duket pra e gjithçka për momentin duket si e mjegull, pra se cila palë mund të predojë një fitore. Pra, Amerikanët mund pretendojnë fitoren që ne morën premtimin që këta do e shkatrojnë uraniumin, dhe arma bërthamore ishte ajo që ishte
kërcënimi për ne. Nga ana tjetër, iranianët, pra regjimi ajatollave mund të pretendojë që ne morëm fitore sepse jo vetëm mbijetuam luftës, po morëm dhe kontrollin e ngushtisë së Hormuzit. Secila palë tani mund të pretendojë fitore. Se si do implementohet, çfarë do bëhet, kjo është pikpyetje më e madhe, sepse për shembull ti ke po themi është ajo pjesa e fondit të rindërtimit që është këto 300 miliardë dhe këto tjera që thotë për fondin e rindërtimit. Trumpi mohoi në fakt. Trumpi tha që Shtetet Bashkuara nuk do të kontribuojnë. Pra ata që do kontribuojnë në këtë fond investimesh e të tjera do jenë fondet e ngrirë të Iranit plus vendet e gjirit. Pra që do të thotë, do shkojnë vendet e gjirit, do paguajnë për reparacione. Jo për reparacione. Rindërtimin. Investime. Për investime. Rindërtimi. Ky është pikpyetja më e madhe, sepse është ndryshe ti të japësh kesh në dorë dhe i thua Iranit merre ndërtoje ti fabrikën dhe është ndryshe ti të futësh kapitalin e huaj në lojë. Pra, të vijë Arabia Saudite të ndërtojë një diçka, pra po themi një fabrikë atje apo një uzinë atje që të jetë Arabi Saudite. Pra, punson vendas, po është praktikisht hyrje kapitalit tuaj. Në këtë kuptim është. Në këtë kuptim, jo, ti nuk akoma nuk është lënë kështu pezë, është e paqartë kjo pikë. Pra do jepen lek që Irani t'i bëj vet, apo do futen investitor tuaj tip Alabari apo Alabarin e kemi parasysh. Pra, kjo është e paqartë dhe për më tepër timetable, pra mënyrë afatet janë paqarta se çfarë do bëjnë. Sepse për shembull ti ke këtë, a kemi bordin e paqes për shembull. Edhe aty në bordin e paqes u ngrit ai fondi për Palestinën e gjore, për këto tjera dhe s'është bërë asnjë gjë që në ai momenti e deri tani. Endri, thot, gjithçka është aq e paqartë për momente dhe mbi të gjitha pastaj futet dhe ajo që mund të jetë papërgjegjshmëria e Trump, i cili lidhi marrëveshje dhe nuk e ka problem që të thotë pastaj ishte marrëveshje e keqe. Pra, unë nuk pëlqeu doja bëj fajin G.D. Vance-ta. E tha në intervistë. Pra, po nuk pëlqeu doja bëj fajin. Është si puna e saj, lidhi marrëveshjen e tregtisë si jashtme me Kanada në 2018 dhe tani kur erdhi në pushtet, tha kush është ai budolla që ka lidhur këtë marrëveshje dhe i vuri tarifa Kanadas. Ndërkohë që ishte vetë ai që në 2018 kishte lidhur po atë marrëveshje dhe po ato tarifa me Kanada. Pra, të gjitha këto e bëjnë që për momentin të paqartë. Ndërkohë edhe në Izrael ka patur ajo që shon media izraelite është shumë e shqetësuar për këtë memorandum, të paktën Izrael Hayom ka disa artikuj që konsiderojnë këtë një shans të humbur nga ana e presidentit Trump. Si e vlerëson këtë në raport me Izraelin? Pra këtë memorandum të arritur, këto 14 pika në raport me objektivat që ka Izraeli, sepse Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli duket sikur kanë patur objektivat ndryshme në raport me atë që kanë kërkuar të realizojnë në Iran. Një objektiv i përbashkët i të dyve ishte arma bërthamore. Ky është objektiv që ishte i përbashkët për të dy. Objektiva pastaj që nuk ishin përbashkët midis Izraelit dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës ishte pjesa tjetër e politikës jashtme të Iranit. Pra, Hezbollahut, që ishin le të shkojmë te Hezbollahut, se te Hezbollahut është vazhdon, te Hezbollahu vazhdon. Kjo është përplasje sepse për shembull doli ai në nipi i Ayatollah Khomeinit, jo i këtij që u vra Khameneit, po i Khomeinit, dhe tha kjo ishte betejë e parë me satanajin e madh që e fituam. Pra, ishte intervistë para 2 ditësh në televizionin iranian. Betejë tjetër do jetë për çlirimin e Jeruzalemit. Pra, është më së qartë që Irani nuk do heqë dorë nga konflikti që ka me Izraelin. Dhe kjo bën Izraelin të shqetësohet, sepse mendoi që me këtë goditje që ju bë, dhe po të kishte vazhduar presione më tepër, rreziku iranian mund të mitigohej, pra mund të largohej për një farë kohe. Dhe marrëveshja tani nuk është se preku, po themi, programin raketor të Iranit, i cili ishte ajo që ishte baza dhe për herë të parë ishte futur nga ana Izraelit. Dhe përveçëm jo vetëm programin raketor, por nuk përmendet edhe fakti i financimit
të grupeve si puna e Hezbollahve në Liban, apo të Houthi, apo të Hamasit, të grupeve të tjera të cilët kanë shërbyer si baza për sulmuar Izraelin. Pra, në këtë rast, Izraeli kishte këto objektive, që cilët nuk ishin objektive për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Objektivi primar për Shtetet e Bashkuara të Amerikës ishin armët bërthamore. Pjesa tjetër pastaj nuk u insistua dhe u la, jo vetëm që u la, po i kërkua Izraelit që të ishte dorë nga Liban. Pra, po i kërkohet, po i kërkohet, po i bëhet presion. A do heq dorë? Izraeli është pyetja. J.D. Vance thash e paremroi. Marrëdhënia e Shtetit Bashkuar të Amerikës me Izraelin është shumë është ndonjëherë edhe e komplikuar, domethënë nuk është gjithmonë me një aleancë as qartë. Kur krijua Izraeli në 48-ën, Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk e ndihmuan Izraelin. Sepse kishin hallin e naftës arabe. As Shtetet Bashkuara, as Britania e Madhe. Vetëm vendet që ndihmuan ishte Çekoslovakia me urdhër të Stalinit, sepse Stalini donte që të spastronte pra territorin e Bashkimit Sovjetik dhe të lindjes në gjithë hebrejt dhe t'i çonte në drejtim të Izraelit. Ishin ata që ndihmuan në mbajtjen e shtetit Izraelit në 48-ën. Në 56-ën kur ndodhi kriza e Suezit, ka ndodhur një krizë ku në anijet egjiptiane bllokuan portat e Izraelit, pra bllokuan tregtinë drejt Izraelit, Izraeli e quajti shkak lufte, u fut, domethënë pati përplasje, kapi kanalin e Suezit, u futën dhe francezët dhe britanikët për të zgjidhur krizën dhe u morën krahun në një farë mënyre të Izraelit. Shtetet Bashkuara të Amerikës me Eisenhowerin që ka qenë atë kohë e kundërshtuan në mënyrë pa ekuivoke, domethënë do është një herët e vetme që kanë votuar bashkë me Bashkimin Sovjetik në të njëjtin drejtim në Këshillin e Sigurimit. Domethënë dhe e detyruan edhe Izraelin dhe po themi të tjerë. Pra, marrëdhënia e Shtetit Bashkuar të Amerikës me Izraelin nuk është një marrëdhënie e cila po çfarë do të ndodhë? Çfarë mendon se do të ndodhë tani? Sepse Shtetet Bashkuara të Amerikës nëpërmjet J.D. Vance, si thash zëvendës presidenti, vazhdojnë të insistojnë që kjo apo edhe tek memorandumi i mirëkuptimit jemi në pikën që lufta do të pika e parë është pak a shumë më rëndësishme është që lufta do të mbyllet në gjitha frontet. Do ketë armëpushim në gjitha frontet. Do të mbyllet në gjitha frontet, po nëse për shembull Hezbollah godasin me raketa prap, çfarë do të bëjë Izraeli? Macronin besoi dëgjove dje. Sepse pikpyetja lind te ky fakt, domethënë arriti marrëveshje paqe, qëndron. Libani s'ishte në luftë me Saddam me Izraelin. Ishin Hezbollah që e futën në luftë. Hezbollah goditën drejtim të Izraelit dhe Izraeli u kundërpërgjigj. Nuk është se Izraeli u fut aty dhe Hezbollah ju kundërpërgjigjen. Ishin goditjet e Hezbollah. Kush e shtyri Hezbollah? I shtyri Irani. Kjo është aq e qartë se nuk e mohohen. Pra, pikpyetja qëndron tani ka Hezbollah që shtyn në Irani. Jo, ta themi gjithë historinë. Që Hezbollah sulmojnë për shkak të veprimeve të shtetit izraelit në raport me palestinezët. Po Hezbollah, çfarë janë Hezbollah? Po gjithsesi, kjo është kështu. Pra justifikimi po unë nuk po merrem me të kalojmë tek Hezbollah janë një shtet tjetër dhe futin shtetin tjetër. Dakord. Futin shtetin tjetër në luftë. Është një lloj sikur po themi Turqia sulmon Greqinë, prej 2 sekonda. Kaptë skenarin. Turqia sulmon Greqinë. Ngrihen ortodoksët shqiptar dhe thonë ne kemi të njëjtën fe me po themi jemi ortodoks si grekët dhe qëllojnë me raketa në drejtim të Turqisë. Dhe Shqipëria futet në luftë me Turqinë. Të duket normale? Jo, merr pak rastin e Serbisë që ta kuptojnë, po gjithsesi nuk duhet futet këtu, e kam fjalën këtu që nuk ka lidhje, pra që ta themi atë që thosh të gjithë pikturën. Po ti kush e ky është pretendimi që bëjnë këta, dakord më dakord. Po pretendimi, shikojnë që ka në drejtën ndërkombëtare, ti nuk mund të sulmosh një shtet tjetër dhe presësh që shteti tjetër mos përgjigjet. Fjala vjen nëse Siria merr sot sulme mbi popullsitë turke në veri, ti pretendon që Turqia nuk do ndërhyj? Ku? Nëse sot qeveria siriane ndërmerr një ofensiv kundër
popullsive me etni turke në kufi me Turqinë. Ti mendon se Turqia nuk do ndërhyj? Po Hezbollat janë shiit, palestinezët janë... Po mi dakord. Ore, unë po them ata... S'ka lidhje, edhe një se këtu bën gatrimi i madh. Nuk ka lidhje Hezbollat me palestinezët, janë shiit. Nëse doni ta dini, janë masakruar me njëri tjetrin kur ka pasur luftë civile në Liban. Shiitët me sunitët. Nuk diskutohet. Janë masakruar me njëri tjetrin. Vetëm mos futemi këtu se... Futja, po jo, mund të sqarohet dhe mund të vazhdojmë më tepër, sepse në Shqipëri është konflikti ky prandaj. Po jo, pra është ngritur narrativ i gabuar për shkak të ignorancës që njerëzit nuk njohin historinë. Palestina është tjetër gjë, Libani është tjetër gjë, Izraeli është tjetër gjë, Siria është tjetër gjë, Jordania është tjetër gjë, edhe janë problematika të cilat lindin në bazë e një konflikti. Kjo është e vërtet. Nga element të ndryshëm që janë përdorur. Në Liban, që ka qenë një nga vendet më të bukura të Mesdheut. Parisi, ka qenë Monte Carlo përpara Monte Carlos, gjithçka nisi në momentin kur vajtën palestinezët, pra arabët që jetonin në Izrael, u përzun nga mbreti i Jordanisë, sepse donin të bënin atentat edhe puç ushtarak në Jordani, u përzun në vitin 70, në shtatorin e zi, vajtën nuk i mbajti Siria, i çojnë Liban, në Liban filluan të sulmonin Izraelin. Edhe këtu Izraeli ju kundërpërgjigj. Problemi kush është? Në një vend i cili si punë e Libanit që ka të krishterë, si janë të krishterët, maronit, ke vend që janë druze, ke Sunni, ke Hezbollah, pra që është një multifetar, si që është Shqipëria multifetare. Nuk mund një fraksion fetar ta fusi shtetin në luftë, se i futë të gjithë. Çfarë të krishterët e Libanit, për shembull, halli kanë, pse duhet futen ata në luftë për një çështje që nuk i lidh fare? Endri, dakord, po... Pra, ideja është që të huajt i përdorin të, dhe siç mund të përdorë dhe në Shqipëri, dhe ky është problemi, sepse ne po i afrohemi situatës së Libanit. Të huajt që futen në Shqipëri për të shfrytzuar këtë diversifikim që kemi ne të feve në Shqipëri, secili për interesat e veta. Dhe fundit, ata që do e hanë do jenë shqiptarët që janë këtu. Ndërkohë që ai atje ka realizuar agjendën e vet. E njëjta gjë edhe me Libanin. Endri, se nuk mund të rrim edhe këtu, po nga që dua mos të lëm pa trajtuar edhe pak protestën. Se me gjithë ftuarit e mi, domethënë kam gjetur një hapësirë për të folur rreth ngjarjes më të bukur që është cilësuar ndonjëherë, paktën prej 36 vitesh, kjo protestë. Si e vlerëson këtë protest? A mendon se do të arrijë që e gjithë kjo energji të kthehet pastaj në një mundësi apo në një ndryshim të vërtet politik në Shqipëri? Uroj që po. Gjithsesi ndryshimin e ka sjell, për mendimin tim. Domethënë, përveç atij rezultatit që ishte, domethënë, rezoluta e Parlamentit Evropian, pra amendimi që u bë, amendamenti 7, që kishte të bënte me ligjin e 2024, ndryshimet në ligjin për zonat e mbrojtura, pra që u kërkua që të kishte moratorium në ato vende ku është prekur zonat parqet kombëtare apo zonat e mbrojtura. Ky është hap konkret ose fitore konkrete, hapi tjetër ose fitore konkrete. Me këtë po thua që nuk do ndërtohet më që ka një vendim i cili... Nuk ka një vendim, është amendim. Se çfarë efekti ka ky amendim në raport fjala vjen me... Nuk ka element detyrues. E pra, ta themi këtë se... Ama, rezoluta ka efektin tjetër. Pra, thot, e ke zbatuar të rezolut? Nëse nuk e ke zbatuar, ti nuk e sën para në proceset e tjera. Procesin e integrimit. Dakor. Pra, është element bllokues në kuptimin e asaj. Dhe fitoria në këtë rast u arrit në ana praktike. Po themi, u bë një amendament në të cilin kërkohesh moratorium për gjithë ndërtimin e leje zhvillimit. Në raport me atë objektivin e vogël të fillimit që ishte blokimi, zvërneci, po thua e arriti një. Në raport pasaj politik, ajo që bëri është kjo protestë ka vrarë politikisht Ramën. Rama domethënë është i vdekur politikisht. Thjesht pritet varrimi tash. Dhe po i shkërmoqet pushteti dhe autoriteti për para syve. Rama ka qenë
një nga ata që në politikë e ka vrarë moralisht, se politikisht Rama vazhdon të mbetet kryeministër, me 84 vota e votoi dje amnistin. Politikisht, nuk shoh. Shikon që kur them politikisht, e kam fjalën tek njerëzit poshtë, jo se ai vazhdon të jetë tek legitimiteti politik, po thua më shumë. Unë po them që është vrarë politikisht në kuptimin e Rama nuk ka më të ardhmen në politikën shqiptare. Pra, njerëzit e shikojnë Ramën si Berishën. Pra, nëse ne më përpara themi pse nuk vjen PD-ja në pushtet, dhe thoshin njëna problemet që ka PD-ja është Berisha, në këtë rast njerëzit kanë bërë ekuacionin. Rama Berisha janë një lloj. Dhe po thua edhe sepse shikon çik, gjithë këta që janë këtu, ky është elektorati i ri. Që do thotë kjo është ardhmja. Këta janë votuesit e rinj. Ata që sot janë nostalgjikët e komunizmit, janë në moshë të shtyrë. I kap apo si kap 2029 kur votohet prapë. Këta janë e ardhmja, po thua, dhe këta... Ardhmja, ky është elektorati i ri. Dhe këta kanë marrë vendimin, po thua që... Elektorati i ri e ka marrë vendimin dhe tregon që Rama është, po themi, nuk pi më ujë. Shumë romantike kjo që një lëvizje që është thjesht një protest, një shpërthim zemrimi të arrijë që nxori mbretin Lakuriq. Dakor, në kuptimin e imazhit edhe e tjerë, po në kuptimin e mekanizmave politike. Mekanizmi politik janë zgjedhjet. Po atëherë zgjedhjet. Por tani ka dy mundësi. Domethënë Rama nuk jep dorëheqje. Nuk e jep, sepse ka frikë. Në momentin duket që as dorëheqjes do japi, po dhe nga zvërneci nuk do jap dorëheqje. Po dhe duket i vendosur, po them. Qoftë se është kjo që do bëj këtë gjë, normalisht do ketë disfat elektorale që do ketë në vitin tjetër. Pra, gjithë ky vullnet i këtyre njerëzve që janë këtu, vitin tjetër mos harrojnë që janë zgjedhur për pushtetin lokal. Pse do ketë disfat elektorale, sepse kjo është sepse ka humbur, shikoj, ata a e pe turmën në Tiranë? Po, kam qenë prezent. Kam qenë. Atëherë se e keni disa herë. Po. Ajo turmë janë kryesisht banor Tiranës. Vitin tjetër janë zgjedhur në Tiranë. Edhe unazës vogël madje Tiranës, aty ku bën xhiro. Po, gjithë që janë banor të Tiranës. Rama nuk puth më Tiranën. Nëse kjo protest, pra kjo që është krijuar tashmë, ky opinion që është krijuar tashmë, që Rama është edhe më keq se Berisha. Fjala vjen 2027 po thua nuk e fiton më Tiranën. Po 2027 është për 9 muaj janë zgjedhjet, për 10 muaj janë zgjedhjet e tjera. Po, dakor. Nuk është larg. Pra Rama mund pësoj një disfat elektorale për kryeqytetin, po thua. Për kryeqytetin, po humbe kryeqytetin, ka humbur Shqipërinë. Jam dakord, jam dakord. Por si do ta humb, sepse kjo është një energji opozitare, për këtë jemi dakord. Nga ana tjetër kemi Partinë Demokratike, që është një parti e cila është opozita zyrtare e këtij vendi. Jo, nuk është opozita zyrtare, është pjesë e opozitës. Pse nuk e mendojmë që çarja ndërmjet këtyre qytetarëve dhe opozitës së udhëhequr nga Partia Demokratike do ta lërë prap, do të përfitojë Rama nga kjo çarje, sepse kjo është ky është një protest që nuk kërkon vetëm largimin e Ramës, kërkon edhe largimin e Berishës. Dhe po kush e tha që domethënë e vetmja gjë që mund ta ndihmojë Ramën në këtë rast është Berisha. Pra, nëse Berisha ose PD-ja, po Berisha themi se PD Berisha është po njëjta gjë, për fat keq. Nëse ai del me kandidat vetin dhe nuk kërkon një kandidat, po themi nga radhët e këtyre apo nga partitë e tjera që janë opozitarit që të krijojnë një front përbashkët opozitar, dhe të jetë një pjesë e një fronti opozitar ndaj Ramës, ai do jetë ndihmësi më i madh i Ramës. Pra, ti thua që Berisha të mbështes një kandidat që do dalë unist tentativa vjen me Florian Binaj, nëse mbani me Florian Binaj, po. Pra, ideja është që një eksperiment unis për Tiranën mund të vazhdohet me po atë eksperiment, po jo Florianin që tani këtë dalë, po mund dalë një figurë
tjetër. Që të përfaqësoj, le të themi, ngjyrat e kësaj proteste. Dhe jo vetëm kaq, po edhe këshilltarët bashkiak. Të jenë pjesë në këta që kanë dalë aty, sepse këta e mbrojnë interesin e qytetarit. Shumë më mirë se sa një partijak i bindur militant partije i cili voton siç e thot partia. Pra, nuk është thjesht vetëm tek kryetari, por dhe tek këshillat bashkiake. Po në logjikën politike, a intereson Partisë Demokratike që të fuqizojë dikë tjetër? Sepse nëse nesër do zgjidhet një kryetar bashkie që i përket të themi apo është trupëzimi i kësaj lëvizje, a nuk e dobëson kjo rolin e Sali Berishës në Partinë Demokratike dhe vetë Partinë Demokratike si një faktor opozitar? Po, varet si shikon, sepse në qoftë se kjo lëvizje hedhë Ramën, është dhe fitore PD-s, hedhë Ramës. Sa herë ka thënë PD-ja, po e hapin partinë, po krijojmë frontin opozitar të tjerë. Tani fitore PD-s që të vi vetë në pushtet më. Po, të vi vetë në pushtet. Se tani që të rrezoj Ramën është fitore e qytetarëve mbase, po jo. Po në pushtet nuk mund të vihet vetëm me votat e një partie. Sepse nuk është në atë pozicion PD-ja, nuk është më 91, nuk është më 92. Jemi në 2026, ka kaluar 35 vjet nga votimet e para. Nuk jemi në të njëjtin pozicion që ti një parti opozitare që fiton 2/3 parlament. Sepse je parti e përprovuar. Tashmë ti je një parti e cila ka 35 vjet, edhe për më tepër vjen me një bagazh korrupsioni dhe ke shqipërisje. Dakor, çyetje, a do të dëmton. A do ta pranonte një figurë nga këta mbështetjen e Partisë Demokratike nesër në zgjedhje? Dhe a nuk do ta cënonte besueshmërinë e tij, sepse Rama do dilte prapë që ky është pas këtij që ndron Berisha. Para njëherë duhet pranuar si parim kjo që thash. Pastaj gjendet mekanizmi. Pastaj gjendet mekanizmi i bashkëpunimit. Si mund të jetë mekanizmi i bashkëpunimit me tavolinë apo me komision apo në tjerë, po doja të ngritur edhe një. E para bëjmë një memorandum mirëkuptimi, memorandum mirëkuptimi. Por PD-ja duhet përfitojë. Edhe po të ishte që të ishte, zemër PD-n, duhet kishte dhënë dorëheqje. Sepse kërkesat e kanë ndërmend edhe tani që është edhe në grada, kërkesat e atyre që dalin aty, edhe ne jemi koshent edhe në Tiranë që tek njerëzit ajo që bërtasin ata Rama dhe Berisha të zhduken në politika është 90%, 95% mund të jetë në një 5% që janë kështu fanatik budallëjnë, domethënë, po pjesa tjetër e banorëve të Tiranës e thon boll se janë lodhur. Dhe në momentin nëse ti do që Partia Demokratike të jetë më fort, thua shiko, ka protesta masive, por në këto protesta masive jo vetëm që vërtetet kundër, po themi, Ramës, po vërtetet edhe kundër meje personalisht, ata nuk e kanë me PD-n. Ata nuk thonë me PD janë burg. Ata thonë Berisha. Në momentin që ti e shikon këtë, nëse e ke për zemër Partinë Demokratike, thua, unë jap dorëheqjet, të bëhet zgjedhjet një kryetar i ri, e di se sa ndihmë i jep PD-s kjo gjë. Nëse Berisha do të rriqej me këtë argument. Me këtë argument. Okej, njerëzit nuk që ne do t'i bindemi thirrjeve të qytetarëve. Njerëzit nuk më duan personalisht dhe unë e kuptoj që një parti opozitare nuk e çoj dot pushtet kur ata opozitar që unë duhet të kërkoj votën nuk duan. Atëherë unë jam pengesë. Dakor. Dhe unë t'ja bëj. Dhe nuk mund të bësh justifikimin kjo do ta që më votuan ata të PD-s. Sepse është po një justifikim si puna e Ramës, edhe mua votuan qytetarët shqiptarë, çfarë doni ju që t'jap dorëheqje. Sepse ke të drejtë, logjik që përdor dhe Rama. Tani, nëse ti do, më shumë se sa. Okej, nëse Berisha nuk e merr këtë hap, unë shikoj problematike në kuptimin si do zgjidhet tensioni mes protestuesve dhe Partisë Demokratike nëse Berisha nuk e merr këtë hap që fitua. Si do ta akomodoj protesta këtë, se duam apo nuk duam, aty janë edhe demokratë. Po ti ke rritin e tjera. Ti për shembull, ti ke parti të tjera të cilat janë parti opozitare, por që nuk ka bërtitur një protestë. Ti ke partinë Mundësia, Agronshe,
Shqipëria bëhet, Adriatik Lapaj, që janë protestë. Arlind Qori në Lëvizja Bashkë. Dhe nuk i ke parë protestuesit që të flasin kundër atyre. Pra, nëse nuk gjendet në APD-ja një mekanizëm bashkëpunimi, do përfitojnë këto parti tjera. Dhe do bien numrat e PD-s. PD mund dalë me kandidatën e vet, mund bëj çfarë doj. Nëse nuk përfshin këto tjera. Nuk është problemi bien apo jo numrat e PD-s. Problemi është që a do ndikoj kjo pafuqi e opozitës për të reformuar, siç thua ti, tek produkti nesër apo tek presioni nesër për të larguar Ramën ose tek mundësia për të marrë kryeqytetin. Unë them kush është probabiliteti më i mirë për të marrë qytetin është ky që e thash që parë. Pastaj, nëse nuk bëhet kjo, po vazhdohet me politikën e vjetër, ajo që mund kuptohet është fakti që PD-ja ka për të rënë në numra, ka për të rritur në numra pjesa tjetër e opozitës, Rama do fitojë zgjedhjet, përfundimisht pra në Tiranë, nëse opozita është e përçarë për fajt PD-s, tema të që është, o më saktë për fajt Berishës, nëse futet e përçarë, Rama i fiton zgjedhjet, por PD-ja ka për të marrë kol po të rëndë në 2027, dhe kjo ka për të bërë që partitë e tjera të rrisin numrat, edhe në zgjedhjet e 2029-s, Partia Demokratike mos jetë më partia e dytë në Shqipëri, po mund të jetë e treta apo e katërta, sepse ka për të rënë akoma dhe më tej në numra. Për shkak se nuk dëgjon zërin e qytetarëve. Për shkak se nuk dëgjon zërin e njerëzve. Endri, të falenderoj shumë që të kisha. Faleminderit. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka kishim përgatitur për ju sonte nga unë Red Varaku. Natën e mirë.